C'è aiuto, non la lì, per parolne Broma. Dojna. Sot më duket se kam një prezantuese italiane. Ha? Edhe ti e bërë shumë i bukur, si kaltërsia e detit. Jazzorri italiano. Para se të filloj, duhet të bëj diçka. Çfarë do të bësh aman, po më përgatit me këto? Kam gjithë të ditë që duhet ta bëj këtë gjë dhe nuk Çfarë? që vetëm rri. Çat ka mbetur për të prezantuar dhe e bëj unë. Mirë? Po, në fakt ne sa kemi filluar, është i gjithë emisioni për të bërë. Çat ka mbetur për të bërë pushime verore, ç'ke për të bërë? Ti bëj unë. Jo, po pse do? Më fal një sekond, se do vish me pushime verore me mua ti? Po jo, mër Flor, pushimet i bëj vetë, unë s'kam nevojë. Jo, ik ti. Jo. Çat ka mbetur llogari bankare, ta prish unë. Ç'ket? Overdraftin po e deshe? Jo, overdraftin paguaj e vetë. Unë thjesht do prish çka ke në llogari bankare. Mirë. Ka gjithë themë. Gjithsesi, urojmë që këto skena mos përsëriten më, sepse përveç se na fyen inteligjencën, le të themi janë një shpull që i vjen fytyrës të gjithë atyre njerëzve të cilët shpresojnë që do të luftohet korrupsioni. Janë fyer edhe për ata artistë që nuk shiten, që nuk i bën kozmetik tip pushteti ose çfarë do lloj pushteti. E vërtet. Ne do ta nisim emisionin sot, Flor, me një zhvillim më të fundit nga Durrës Yacht Marina, sepse IKMT pranoi zyrtarisht skandalin që ne e kemi denoncuar javë më përpara dhe tham po, është e vërtet, pallatet e Sheikut janë zhytur dhe janë fundosur me 28 cm. 28 kanë këta? 28. Mos e kanë me inç këta, mos e marrin me inç. Ata tha 28 cm, por secili ka metrin e vet. Absolutisht, se kur e matëm neve dhe kur e matëm dhe inxhinier, doli 70 centimetra, ha? Nuk e diu si i kemi metrat ne, si i kanë ata. Vetëm sukses e tregon me centimetra, se dështimet me inç. Gjithsesi duhet jemi të lumtur që të paktën e planuan dhe kërkuan urgjentisht të përforcohen themelet. Urgjentisht? Po. Pra dini ju kush do e financoj këtë urgjentisht? Më lër ta gjej. Ha? Ala bari. Nuk e gjeta. Fillon me X, mbaron me ë. Mos më thuaj. Xhepi im i vogël, çfarë kërkon nga unë? Xhepa ta, bravo, e gjete, edhe xhepa tua. Ja ju që qeshni tash aty, po. Tak, hop. Po kur i ke xhepat e shpuar. Kur i ke xhepat e shpuar, të marrin si kemi gjithë. Fillon puna ti që punosh po. Ndjekim piranjën ton Matilda Prendi. Pyeta shoh çik xhepin. Ja, shife. E po mirë, ti pas ke gjithë të xhep. Po sa morra ka. Palë duket normale me telefonit pëser. Shkaku i zemërimit të ministrit më të ri të qeverisë, Enea Karakaçi, lidhet me skandalin në zhytjes së dy pallateve në kompleksin Durrës Marina. Aktualisht që flasim janë 74 cm ulje. Kjo fjali e vetme, e artikuluar nga një nën kontraktori Durrës Marina, ndryshoi këndvështrimin e shqiptarëve ndaj këtij projekti gjigant me vlerë 3.2 miliardë euro dhe vuri në lëvizje institucionet për të zbuluar të vërtetën e frikshme të zhytjes së dy pallateve të para të ndërtuara tashmë. Investigimi i yni 3 javëve më parë nisi pas kësaj interviste të nën kontraktorit, i cili tregoi me detaje se çfarë kishte ndodhur në kantierin e projektit luksos të biznesmenit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Alabar, në bregdetin e Durrësit. Pasi problemi, asaj firma u rimblot edhe janë duke bërë gjithë zonën me blinda, me pilota, se e kuptuan që ai terren nuk mban, janë duke punu ditë natë. Firma i Mazaj, inxhinieri Batus, ka thënë që nuk firmos, se e di mirë ai që është punë e ngecme. Çfarë nuk firmos? Nuk firmos atë kolaudimin që duan bëjnë ta me lloj përforcimesh blindash. Inxhinieri firmës sot nuk ka marrë përsipër që do ta maj kështu, sepse thotë duhen shem fare ato. Momenti që ka bo 40 cm ulje dhe tani ka shku 70 cm, kush i garanto ato? Po këta tash që ta shejme në shkollë madhe, a kupton çfarë halli është? Çfarë po diskutohet? Do të thonë çfarë zgjidhje do i japin, po mendojnë ndonjë gjë? As ato vetë s'po din çfarë bëjnë më tash, kurse të tjerë po procedojnë siç duhet. Kanë bën blinda, kanë fortifikuar gjithë zonën. Deri tani që flasim, inxhinieri thotë 74 cm ulje dhe nuk firmos letrat. Pasi dëgjuam këtë intervistë që nxirrte zbuluar
parë kompaninë e Alabarit, por edhe qeverinë shqiptare, nuk u nxituam ta publikojmë të vetëdijshëm për peshën e këtij informacioni. Prandaj, bëm hapin e radhës duke kontaktuar një specialist i cili me ndihmën e teknologjisë së dronit kreu matje topogeodezike për të kontrolluar vertikalitetin e pallateve. Nga verifikimi i matjeve, rezultoi një disnivel rreth 30 cm ndërmjet soletave të godinave të përfunduara, ndërsa nga kontrolli i pallateve të përfunduara me pallatin që është në ndërtim, disniveli arrinte nga 70 cm deri në 1 metër. Rezultati ishte ai që i trombeshim. Matjet përputheshin thuajse tërësisht me denoncimin e bërë. Jemi në një situatë që ngre pikpyetje serioze për sigurinë strukturore, sidomos kur bëhet fjalë për terren pranë detit dhe një zonë sismike. Por më tepër, kur anomalia u pranua edhe nga 2 prej inxhinierëve zbatues të projektit, të cilët mes rreshtash pohuan një të vërtet që po mbahet e fshehur. Të lutem, duam një informacion rreth sa centimetra ka ndodhur kjo zhytja e pallateve. Nuk e kam këtë detaj çik për çik, të ta them e kam kaq. Se nuk e di se kam topografën e topografi këtë me drejtori, nuk është se jam marrë unë. Dhe ka duhet parin atë informacion. Se sa centimetra janë zhyt? Po. Por rreth sa pak a shumë për ta ditur? Tani unë nuk i njoh. Ndërkohë, administratorja e Durrës Marina, Elizabeta Hajrullaj, nuk pranoi në asnjë moment të prononcojë për këtë skandal, edhe pse kemi tentuar shumë herë ta takojmë. Sidoqoftë, puna jon nuk u mbyll aty. Menjëherë pas përfundimeve të dala nga investigimi ynë, depozituam të gjithë informacionin pranë Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, që pa humbur kohë bëri verifikimet e saj në bashkëpunim me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit dhe vetëm pas pak ditësh, zhytja e 2 pallateve të Alabarit u konfirmua edhe nga kjo komunikat e IKMT-s, ku deklarohet se në përfundim të inspektimit, raporti topografik i Institutit të Ndërtimit konfirmon se objekti 02 ka posuar ulje prej 28 cm, ndërsa objekti 04 ka posuar ulje prej 18 cm. Pranimi i zhytjes nga IKMT dhe publikimi menjëhershëm nga të gjitha mediat, që më përpara thuajse heshtën përballë skandalit, i jep të drejtë punëstorin investiguese. Edhe pse ne kemi informacion tepër të saktë dhe të sigurt nga burimet tona që janë të paktën 20 cm më shumë zhytja e pa deklaruar në komunikat. Sidoqoftë, ajo që na intereson në këtë moment është të dimë se çfarë masash ka marrë IKMT pas zbulimit të këtij skandali. Unë jam Matilda, gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju pyesja çfarë masash do merrni konkretisht për pallatet e Durrës Marina, të cilat janë zhytur. Ai ishte një objekt në zhvillim e sipër, i cili nuk ka bërë kualitimin e tij. Deri në këtë moment është konstatuar kjo gjë, është ngritur grupi punës, ka shkuar aty, ka bërë verifikimet dhe i shkërkuar firmës që të marrë masat e nevojshme për qëndrueshmërinë. A ka ndonjë rrezik shëmbje duke qenë se është një territor sismik kranor? Këto janë procese që ndodhin në ndërtim në zona të tilla afër bregdeteve me gjeologji të tillë. Uljet ishin ato që ishin janë të përcaktuara. Mendoni që janë normale ato ulje apo janë ulje që nuk duhet të ndodhin? Ato janë ulje që ndodhin në procesin e ndërtimit. Unë mendoj që është një zhytje konsiderueshme nga çfarë ne kemi konsultuar me ekspert. Ju mendoni që është normale të zhytet një objekt i tillë? Janë fenomene që ndodhin në ndërtim. 28 cm. Dhe unë ju përgjigja për këtë. Tashin ju më bëni një pyetje për disa herë kur unë ja kam dhënë përgjigje. Duket absurde pra. Janë fenomene që ndodhin në ndërtim. Me që për kryeinspektorin qendro është një ulje normale, sa pallate në zonat e Bregdetit kanë posuar zhytje të tilla deri në 30 cm. E rëndësishme është të merren masa, sigurohet godina para se të merren kualitim. Mbarojnë gjithë proceset e duhura inxhinierike dhe të jepet garancia nga ata, të cilët e kanë përgjegjësi sipas ligjit të ndërtimit për të thënë që ky objekt është i banueshëm ose jo. Duhet që ky kontroll të bëhej pasi të ngrihen nga një emision si problem, nuk mund të bëhet më parë ndonjë indicje nga ju, nuk ishit asgjë për ta ditur si funksionon. Kemi ngritur grupe pune të përbashkët dhe për shkak të intensitetit të lartë të ndërtimit, në fillim është kontrolluar Tirana, Golemi, pas Kuqani dhe Durrësi. Kur u bë për Durrësin? Çfarë periudhe kohore, sepse dua ta bëj krahasimin në momentin që e investiguam ne dhe kur e keni bërë ju për të ditur a e keni konstatuar më parë apo pasi e ngritëm ne si problem? Unë ju falenderoj që e keni ngritur dhe kemi shkuar, kemi bërë kontrollin. Të presim, të japim fjalën e duhur inxhinierëve përkatës, të shprehim dhe pastaj të flasim. Ndërkohë, zhytja e deklaruar në komunikatën e IKMT-s nuk përputhet me atë që ne kemi nga informacionet tona në rrugë konfidenciale. Zhytja ka qenë në 40 cm dhe jo 18 dhe 28 sa keni deklaruar ju. Nëse dele kundërta, do mbani përgjegjësi ligjore për përgjigjen që keni kthyer? Topografi i Institutit të Ndërtimit të Shtetit Shqiptar, i licencuar, ka bërë matje dhe ka hedhur firmën si inxhinier për këto ulje dhe unë i besoj inxhinierit të institucionit të Shtetit Shqiptar. Nëse matjet tuaja me inxhinier tjetër do na thonë të kundërtën, atëherë duhet të flasim
inxhinierët me një tjetrin dhe të dalë një palë tretë inxhinierët që ta bëjë punë. Kështu që më duket që tentativa për të dyshuar ka shumë edhe te Kemi shumë burime të tjera, prandaj po e them gjithsesi mbetet në deklarimin. Unë i respektoj burimet tuaja, po leruni fjalën Kur vin nga specialistëve. brenda institucionit tuaj, prandaj po ju them. Leruani fjalën inxhinierëve të cilët paguhen dhe janë specialistë të fushës. Shumë faleminderit. Falë duket normale me telefonit për serë. Kjo telefonat është regjistruar në orën 10 të mëngjesit. Një orar me sa duket i papërshtatshëm për ministrin e ri të qeverisë Rama, i cili, me sa po kuptojmë, është ende nën efektin e gjumit. Zoti Karakaçi, si kaluat, si jeni? Mirë, si jeni ja? Mirë, faleminderit. Unë jam Matilda Prendi, gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju pyesja në lidhje me pallatet e Durrës Marina, të cilat janë zhytur në tokë. Donim të dinim ju si ministri, çfarë përgjegjësie mbani lidhur me këtë skandal? Qa kuptimi, qa përgjësisë, kuptova. Sepse institucioni juaj ka miratuar marrëveshjen, prandaj po ju pyes, donim të dinim qëndrimin tuaj dhe përgjegjësinë. Një ideja është e tillë. Para një herë, nëse keni një çështje që duhet të proponi një reagim zyrtar, patjetër dërgoheni dhe ne do të kthejmë përgjigje për këtë gjë. Unë kam përshtypjen që institucionet shqiptare janë shprehur dhe ka bërë deklaratë institucionet përgjegjëse që kanë shkuar kanë bërë verifikimin aty. Çfarë do të them më tepër? Kështu që lutem, nëse keni dëshirë për një çështje Ne në fakt donim një prononcim nga ana juaj me intervistë nëse ju mundeni. sapo ta dhash prononcimin. Zoti Karakaçi, po ju pyes. Përshëndes ditën parë. Zoti Karakaçi, jeni ministri. Okej. Zoti Karakaçi sapo na e mbylli telefonin. Me sa duket dëshiron të qëndrojë spektator, ndërkohë që qytetarët shqiptar vazhdojnë të blejnë apartamente në pallate që janë zhytur dhe që mund të rrezikojnë jetën. Në materialin vijim do të ndjekim një denoncim tronditës që na erdhi nga qyteti i Durrësit. Javën e kaluar trajtuam atë që në pamje të parë duke si një shqetësim i zakonshëm i disa nënave, por që me kalimin e minutave u kthye në alarm të vërtet social. Një grup adoleshentësh kanë shkëputur lidhjet me familjen, duke bërë një jetë të dyshim dhe duke harxhuar shumë parash që moshatarët e tyre i shohin vetëm në ëndër. Në këtë pjesë të dytë do të gërmojmë edhe më thellë për zbuluar misterin që fshihet pas këtij rebelimi të menjëhershëm. Dhe më rëndësishmja, nga vijnë parat. Ndjekim piranjen ton, Jonida Mukja. Criminali del calashin autostrada. Shohet melodia si kur ndomin, mos i besër asiri unë ka të baba. Javën që shkoi, ju sollëm rrëfimin shokues të 4 nënave të dëshpëruara të cilat ndan me ne të njëjtin problem. Largimin e fëmijëve minore nga shtëpia dhe braktisjen e shkollës. Djali filloi iket nga shkolla, nuk na ngjon si prind, sillet shumë keq. Tani në fund ka filluar dhe ik nga shtëpia. Kam hallin e gocës, më ikën prej shtëpie. Kjo që ka ikë është hera e 4. Arri me 3-4 shoqë, me 2 çuna, me zor ta hap telefonin. Marrën telefon ku je, jam tu, jam aty. Jemi përballë një situate alarmante ku një grup prej rreth 5-6 minorenësh, nga 14 deri në 17 vjeç kanë braktisur shkollën dhe shtëpinë duke organizuar së bashku një jetë jashtë çdo kontrolli. Si hikun nga? Nga dritarja kishin me marrë me makinë. Ku rrin? Në shtëpi me qera. Gozi gënjante shumë, ka marrë shtëpi me qera. Ku i siguron të ardhurat? Nuk e di, i kam gjetur, më thotë mu, lekët. Ku i gjete lekët? Thashun që keni ikë me shtëpi me qera, po ç'duhet ty më tha mu ku i gjejmë neve. 14, 15 janë gocat, nga 17 janë çunat. Kur largoi të thoshte që po dal? Dhe do dal, do shpit për jorë, ajo nuk vinte. Situata bëhet edhe më e rëndë kur prindrit kërkojnë t'i vënë gjëra të nën kontroll. Sepse këtu adoleshentët bën menjëherë agresiv. Çfarë të thot? Në çave kokën nuk duruj më juve, dhe thjesht vetëm atërat. Ju jeni të varfër, s'keni lek, unë dua lek, ka hyj leku në qep. Flas ku je, po ik ti më thot shketim drejta një ke më 25 em. Qa do në re? Thot pse merr 1000 herë në telefon, pse më shkruan kaq shpesh. Nuk është më i vetëdijshëm se ç'a bën. Ba tha ku je, unë jam thash ke parkim. Me sa punë çuna vjet ndër më një si kaq modhe. Nga nxorrit ka? Me çanta. Nga çanta vet? Po. Çfarë të thanë në momentin që ti pikën? Po, kemi bofsha, qiet shihet më. Nuk la jëm fjalën, pra si gjë, vetëm thot mjaf, ti flet shumë. Këtë javë ka filluar fjalor të pis. Është bërë shumë agresive, sy këtë, sy atë, më ka gjujtur dhe mua. S'është me trute vetëm. Të pafuqishme përballë fëmijëve të tyre, nënat kanë kërkuar ndihmë tek institucionet, por me sa duket, edhe aty nuk kanë gjetur mbështetjen e duhur. Kam kërkuar ndihmë në
polici, asnjë përgjigje nuk morën. Lanë dhe një targ taksie dhe s'morën masa fare. Nga ju doli kjo targa e taksis? Ndoqa qunin unë. Tha jemi plash, aty taksia më humbi dhe nuk arrita do ta zbuloja kurrinte. Kam praktik der, po as zgjidhje as si gjë. Do të merr masa, se goca më ngiti vetëm në rrugëve, është goca, më tjetër një gocë tjetër, nuk e di. Nuk e vogël është. Po ku i merr lekë? Nuk e di, mund kërkon lekë. Duke parë se fëmijët e tyre janë të rëndësisht jashtë kontrollit dhe nisur nga disa sjellje të çuditshme që kanë vënë re, nënat kanë nisur të dyshojnë për më të keqen e mundshme. Mendja të shkon abuzim seksual, pin, droge, asha. Dyshoj se ai është përdorues. Nuk e di me çin është bashku me një grup trafikantësh, pinë çak të drogra, gjona. Këto janë vetëm dyshime të nënave, prandaj bashkë me ta mundohemi të kuptojmë më shumë për aktivitetin ditor të këtij grupi minorenësh. Është ora 11 e paraditës të një dite të zakonshme, kohë kur bashkëmoshatarët e tyre janë të gjithë në shkollë, por grupi adoleshentëve është mbledhur në brendësi të një lokali ku qëndrojnë për rreth një orë. Më pas të gjithë së bashku largohen. Në këtë moment, nëna e njërës nga vajzat e telefonon të bien me shpresën se do ta bindë të kthehet në shtëpi. Po të flas mirë ta mam, ku jemi? Me kego. Jam vërdau vetëm. Ku vërdau me fort të shif? Vërdau jam, ku vërdau? Ku qa vini? Të muzumi aty. Mirë, ha. Ku je ti? Për pak të vi. Ku je? Do vi më i volka jam. Kjo ditë mbyllet pa ndonjë rezultat. Grupi adoleshentëve kanë vendosur të mos kthehen në shtëpitë e tyre. Por ndërkohë në rrjetet sociale publikojnë foto dhe video të banesave që marrin me qira. Por ky është problemi më i vogël, sepse jeta e natës e këtyre adoleshentëve ka kapërcyer çdo limit. Makina luksoze me qira, cigare ashashi dhe çdo natë festa deri në mëngjes. Një jetë që natyrisht ka edhe pasojat e saj. 1 sekond, hajde kaloj 1 sekond. 1, 2, kalon 3 sekonda, 5, 7, 8, 10. Është e diel data 26 prill. Për të disatën herë, nënat e adoleshentëve janë drejtuar policisë ku kanë depozituar kallëzimin për largimin e fëmijëve nga banesat. Sa prindër janë këtu? Ne ka janë atje, po ne që nisem. O katër që ju kanë ikur ju dhe sot flasim. Do vini një nga një aty, do bëjmë kallëzim. Çka ke? Keni problem se janë. Ka një fëmijë tash. Ja, drejtës na vjen fare fëmijë me gjëra, me makina vordall, kush ajo makina nuk e di, kush janë shtëpia nuk e di. Ka policia të flasin. Ku jeni? Ku vërdall, po është po merak familja. Hajde shkoni çmishmet aty. Po nuk kontaktu të shpallën në kërkim. Pafuqia e prindërve ndaj tyre duket se është reflektuar edhe tek agentët e policisë, të cilët mundohen në më kot të bindin adoleshentët të kthehen në shtëpi. Jam shekja krimeve, e Durrësit. Ku ndodhesh ti? Si pse? Ku je dhe hajde urgjent në komisariat? Ti komisariat? Ore, më të sjell shërbime shqiponja dhe aty tani të marrit zvar, po hajde urgjent në komisariat. Ndërkohë nga njëra prej nënave na vjen ky mesazh. Ka ardhur tani dhe me ka me mor rroba të shtëpia dhe se mos na ikën prapë. Bëhet fjalë për një 14 vjeçare e cila pavarësisht të moshës është mjaft aktive në grupin e adoleshentëve. Prandaj nuk vonojmë dhe nisemi menjëherë drejt Durrësit. Por ndërkohë, atje gjërat kanë marrë një tjetër rrjedh, sepse minorenja nuk ka pranuar të qëndrojë në shtëpi, ka marrë rrobat dhe ka porositur një taksi. Ndërkohë ne jemi në kontakt me nënat, por për shkak të distancës dhe pamundësisë për të mbërritur në kohë, Po ndjekim atë në taksinë. Okej, ti ndiqe nga mbrapa deri vetëm për të marrë vesh lokacionin se ku është, se jam nisur vetë edhe do ndërhem bashkë, okej? Në rregull, vetëm çik shpejt se duhet me ndjel. Do bëjmë të pamundërën thjesht, ruaje nga larg për të marrë vesh se ku janë të tjerët. As po ardhi ona tani do ta ruajmë këtu do vijona ti kapi. A vasha, ma va letiki le. Ja, opa, të prit tash tikja jo më lart, prit. Por teksa nënat të ndjekin taksin ku është 14 vjeçarja, diçka shkon tërë se adoleshentja e kupton që dikush po e ndjek. Prandaj që të mos merret vesh se ku është baza në të cilën mblidhet me bashkëmoshatarët e saj, vendos të dalë zbuluar dhe pranon të flasë me ne në prezencë të nënës së saj. Unë jam Jona, jam gazetare nga Piranjat. Sa vjeç je? Sa ditë ka që ke ky shtëpia? Ja 2 javë. Dhe ty nuk të duken shumë. Për një 14 vjeçare, 2 javë larg prindërve nuk janë asgjë. Që në qa moshe ke fillu me ikë nga shtëpia? Nuk është se ikën nga shtëpia. Pra gënjen mami dhe babi. Ikën nga shtëpia dhe përdesa më mbledh mami dhe babi me ne të çunë në hut. Kur shkova në mresh, në rrobat të shtëpia më kapshin zvarr. Edhe thoshin ti s'ke me të kapnin zvarr.
Kjo është zgjidhja që një printet ta kapi zvarr fëmijën? Ashtu jam sot. Pse nuk shkon në Se shkollë? s'du me shku të ajo shkollë. Thon babaj që në çon shkollë tjetër, se du me vazhdu shkollën, nuk ka A është e vërtet që dje ke nxjerr thikën babit për ta godit? Po, se që fare bab. Pse se qum fare ba? Shon sa më vete. Pra ne unë është arsye që unë nuk ikën në shtëpi për bab. Kurri? Në shtëpi me shkëm. Ku i gjen lekët? Nga një shoq. Të cila shoqe? Nga Po shtëpinë sa e pagoni? 45. Sa veta jeni? 4. Po të vogël për vete. Nuk të shqetëson fakti që të gjithve ju kërkon prindrit dhe asnjëri nga ju nuk hapni telefonin? Po unë në spital, kena folur. Po qa ke folur, duke i thënë mamit ti e për të marrë zvarr? Mami kam konfidenca. I bie që ta ka toleru ma Nuk një është se javë. kam shen nga ropë, edhe i kam thonë kështu ashtu. Përgjigjet plot indiferencë të vajzës dhe normaliteti me të cilën tregon për plasjet e vazhdueshme me familjarët, na bëjnë të kuptojmë se në çfarë situate janë këta prindër, të cilëve tashmë çdo gjë ju ka dalë jashtë kontrollit. Kam informacione që ti ke patur raporte intime që 12 vjeçe. Së di, s'më ka rënë rast, s'më. Po edhe tani që je 14 vjeçe, prap kjo gjëja që ti bën është e palishme. Përveç sa i personi që zgjedh të merret me ty, futet në burg. Ka pse më fut fare në burg. A e kuptoj që ti je në një moshë që nuk di të bësh zgjedhjet e tuaja, sepse gabon dhe shkon akoma dhe më keq se në këtë fazë që je. Bie pre e trafikimit, a të pëlqen ta bësh këtë lloj gjëje të duket mirë që nesër pas nesër të përfundosh në ndonjë vend tjetër më të keq? Ti mendon se kjo gjëja që ti e tu bë është shumë e sigurt për ty? Jo. Ke lënë shkollën, ke fillu cigaren që 11 vjeçe, nuk shkon në shtëpi. Me prindrit. Ma ka leju vetë shtëpis. Po për di se ta blin paketën e shep paketën sa hapsu? Ta kanë lejuar. Po, më kanë thonë mund ta pish. Ku është në shtëpi? Ku është shtëpi? Ku është shtëpi? Në shtëpi të kujt? Shtëpi me qëra. Lekët ku i keni marrë? E, gjen në Ti nuk gjen asgjë. S'marrën fare. Po i tha shumë vishë, hajdeni këtu, ato vinë. Ku e merrni ato makina me qera? I kam pas marrë. Kush ta jep ty makinën me qera? Njome. Shkon aty te zyra, makinë me qera, 100.000 lekë apo. Çdo ditën edhe gjithmonë. Për makinën, për lekët? Me çfarë patente e merr ti? Me patentën e njome, ti ke atë. Para pa hesap, konsumim droge, shtëpi dhe makina me qera çdo natë, a duhet të ndërhyrë me urgjencë ndaj këtyre adoleshentëve që kanë ndjekur çdo etapë të jetës së tyre? Të më mirë duhet ta bëjnë autoritetet. Ne kemi arritur të gjejmë njërën nga vajzat dhe vajzën e kam këtu me mua. Më duhet një patrullë shoqëruse sepse situata është shumë më keq se ç'është referuar. E ndërsa presim ardhjen e policisë, ne vazhdojmë bisedën me vajzën. Çfarë policia dhe çfarë do bëj? Po ta siguroj që kjo gjë është për të mirën tënde? Po, ta siguroj do. S'të vjen pak keq për mamin, për vllajën s'të vjen pak keq? Ti s'ke punë me mua. S'ke punë me mua. Sa po të bëjon ty? Si thua mami to shoh? A çove polici më zemra? Po do të shoh, folta më me rob. Ule dorën mos na drejto mu dorën ashtu. Dije me fort shumë, dije me fort shumë. Nuk më çon më do të ti polici. Vajza nis të tregohet agresive, saqë na bën të dyshojmë që efektet e substancave të mbrëmjes janë ende aktive në trupin e saj. Kjo na përforcohet edhe në vazhdimin e bisedës me të. Po nuk e shoj fare babu, s'kam bab. Se kur s'ke bab, pse e merr në telefon të sjell rroba? Ashtu duhet. Ja për interes, s'një duhet për interes. Asa i do për interes, a i do lekë. Ja, që po nga herë burim lek për na. Ishin nxjerr gocat ca lekë tani, shumë tha mua nuk jam mora, tha, nuk kam drejt me marr lekë gocës. A është babi jot ai? Nuk e shoj fare bab. Po mirë moj, a është babi jot? Nuk e shoj. A është baba i Ndërsa ne flasim me 14 vjeçaren, nëna e saj ka marrë celularin dhe ka arritur të hapë mesazhet në WhatsApp. Dhe aty, për herë të parë, mosojmë të vërtetën e tmerrshme. Ky grup vajzash 14 dhe 15 vjeçe ushtrojnë çdo ditë prostitucion, madje duke rekrutuar dhe minorene të tjera jashtë grupit të tyre. Por unë nuk merr fare me këtë punë. Ka mesazhe çife që i kam thonë do ta kosh shoqën time. Pranoj që se nuk e shes trupin tim. Pra, ti thjesht gje klientin. Mi që ti s'de shka që ka shefja, edhe unë jem shefi. Modra, nobet. Alo, përshëndetje, patrolla policisë jemi. Plagja numër 8 të lutem. Ja një grup shoqëror që më shumë se 2 javë ikin nga shtëpia. Është arrogante, vulgare, agresive dhe dje kanë nxjerr babait thikën për ta goditur. 30.000 lekë. Ja vjen. S'kam lek. O zemra, vjen njoni nga jashteti. Edhe më tha, kena i shoqë tha, kështu.
Florian Binaj, programi është vetëm me shifra, edhe me shifra të larta, të rëndësishme. Do me thënë, për të tjerët, se për ne... Jo. Rinia rrjeteve sociale i quajnë K, 50K, 100K, 200K. Po, edhe K-ja në fakt është bërë një lloj pjesë e jetës, ha? Madje edhe moshën kur i pyet ta tregojnë me K. Ka të regojnë me këmo? Është një 20 vjeçar, për shumë. 20 vjeçar, sa vjeç e ti? 0 për si 02K. Po mirë, që nga mirë me pjesëtimet. Po, unë jam 0 për si 04, për shumë. Edhe historia që do t'investigojmë tani, në fakt, flet për K, për 200K. Pra, 200.000. Janë 200.000 vite jetë punë. Jo, o Flori, qa? 200.000 klikime. Euro. Më mbaj. Pasi së të mbaj do të. Tani janë 200.000 euro kursime? Ashtu duket. Po mirë, sa vjeç janë këta? 350 vjeç, 600 vjeç, kokë në kokë me Drakulën që kanë kushtuar? Ja, të rinj. Të rinj, po punoj njerëzit, Flori, nuk janë si puna jonë, ja. Rinë e bëj artu. Sa ke kursyer ti? Unë, përpiqem. Jemi mëj me vjetra se më punë më shumë. Që, ore, në base jetojmë në një vend izoluar, që nuk i kap kriza, edhe prandaj ja dalin që kursensës. Tani, unë nuk di të them për krizë ekonomike, por ka një krizë, sepse janë darë. Mos. Ka një krizë në çift, janë darë. Dhe rrjedhimisht, to 200K duhet të ndahen. Po, 100. 100. Problemi është që të gjitha këtë nuk janë bashkë. Jo, nuk janë këtë bashkë. Për t'i dhënë zgjidhje këtij muhabeti kaq të vështirë, ndjekim piranin ton, Zotin e don 1K uqi. Ne jemi mirë se s'kemi fare kështu këra gjëra. Tani unë atë se kam parë me sekondar që e kanë trajtuar motrës time. E ka parë ti. E ka parë ti këtë. Ai thërë me ne këtyre se më falnin se me çime me gjithë. Në fshatin Poroqan, në malësinë e Gramshit, po ndodh një konflikt që ka në fokus paran. Dhe protagonist janë dy persona që vetëm pak kohë më parë ndanin jetën së bashku. Historia me Serioni dhe Kristinës do të niste në verën e 2018 me një njohje në rrjetet sociale, qat pas qati e bised pas bisede, ende pa u takuar përballë, dy të rinj krijuan bindjen se kishin gjetur shpirtin binjak. Ndaj nuk humbën kohë dhe vendosën të hedhin hapin e madh. Kam pas bashkëtuar dhe martuar prej 4 vjetësh me Letra dhe 8 vjetësh totalisht me Kristina Kolën. Kemi dalë në Europë si gjithë të rritë për një të mirë më të madhe dhe kemi punuar, kemi sakrifikuar dhe të ardhurat tona kanë qenë një shumë për 200 milion lekësh ose 200.000 eurosh. Një shumë vërtet e madhe për dy të rinj që shkelin për herë të parë Evropën. Sidoqoftë, vetingu i çiftit nuk është pjesë e kësaj historie, sepse problemi i momentit është ku kanë përfunduar sot 200.000 euro. Ndaj, le të provojnë t'i ndjekin parat, si bëjnë prokurorët antimafjas. Ja sill që mami tim dhe mami mi kalonte në bankë. Dhe nga banka pastaj mundoshim t'i çoshim tek shtëpia e Kristinës sepse jati Kristinës dhe Kristina doshin që ne t'i marrshim aty. Dhe unë si dhëndër shtëpie, është dakord. Pra, Kristina ka vendosur që më mirë dhe më të sigurta se në bank, mirat e eurove janë në stive në dyshekve, atje në fshatin Poroqan të Gramshit. Pak i dyshim si qëllim. Por, le të vazhdoj me linjën e historisë. Sepse, pas mjaltit dhe dashurisë në qift, që zgjati plot 8 vite, gjërat marrin një kthes të papritur. Fillon debatet, gjërat, Kristina iku nga shtëpia dhe në 21 dhjetor nga qyteti i Brukselit në Belgjik, më ka lënë vetëm me mamin. Arsyen nuk e di, kam kërkuar ballafaqim, kam ikë shtëpia, i kam kërkuar mamin se më ka kërkuar Kristina, i kam me Letra. Gjësa nuk arritja si lloj gjaje, kam arritur t'i çoj dhe babin, t'i telefonoj, t'i bëj shumë tentativa në mënyrë njerëzore për të bashkuar ose për të biseduar, për të pirë diçka, sepse 8 vjet kurorë dhe t'iki dhe mos pranoj njëri, as Kristina, as motra, as nana, as baba, më duket si gjë me plan kjo. Lekët kishe raste që i qoja dhe unë, gati ke 100.000 euro i kam quar unë, gati 100.000 euro Kristina, në jemi në vjetë 5-5. Edhe me mirë kuptimin, se edhe unë kam qenë i qikë shu, nuk prisha qefe, shpenzoja lekun shumë. Tha, jam dakord, si marrëdhënie qift që t'i lishim lekët diku tek shtëpia Kristinës, sepse edhe unë mos prisha shumë lekë. Siç pranon edhe vetë, Erioni kishte një vesë që natyrisht nuk mund të pranohet nga asnjë grua, sado tolerante të jetë. Prishjen e parave pa hesap, ndaj dhe në kushte të tilla, ndoshta me të drejtë, Kristina kishte vendosur të thotë mjaft. Por problemi në të tilla raste thyrje në qift
është ndarja të mirave materiale, që në këtë rast ishin shumë. I thoja, o qim, po në qofë se unë nesër pas nesër, se njerëz gjallë jemi. Mund të kemi fatkesi, mund ndahem, po këto lekët e mia. I ke këtu ti, i ban këtu ti, nuk ti man lekët njëri. Okej, mbas disa rasteve, që e kam thënë disa herë këtë gjatë, o vendosa dhe u qetësova që lekët nuk më humin, jeta është jetë, si do që të shkoj, unë nesër pas nesër që më takon mu, si ish dhëndër i shpis, do ta marrë. Që shqyqysh zotit, më ka ngell kjo foto, këtu bëhet fjalë për shumë 150.000 që janë kesh në shtëpi. E ndërsa paratë e Erionit kishin mbetur vetëm një kujtim në foto, duket se Kristina tenton t'i jap atij një tjetër mundësi. Më shkryti ku kam qenë në Belgjik, pse nuk i thua të vijë Sana këtu të kërkoj falje mami im, po mos i thuaj gjë që të thash unë se unë kam qenë kontakt me Kristinën dhe Kristinën dhe marrëdhënien dhe jetën mua me Kristinën ma ka prish jati, ama dhe motra. Ja ku janë bisedat. Erion, kupton apo jo, do jemi. Erion, 100-500 euro, se je pa lek, borç. E ka gjetë Erionin, sepse Kristina ku iku, dhe jati Kristinës, 150 milion lek në shtëpi dhe 50.000 euro të Kristinës në bankët, Erioni ka pas çdo lek në emër të Kristinës dhe shtëpitë të Kristinës. Tha mu thatë kam dhënë 2.000 euro. Thash 2.000 euro që më ke dhënë ditën e parë ke shtëpia, i kam kërkuar nga lekët e mia babës tat. Sepse kam qenë pa lek, thash se ti e di shumë mirë thash si ike dhe di shumë mirë kush i ka lekët. I ke dhe në bankët dhe në shtëpi. Tha mu thatë, ato 2.000 euro i kem për 10 ditë Kris. Thash 900 makina, se mora që shtata, sepse makinat larta duhen për atje. 500 lulet dhe 400 euro tatuazhi, se i bana syt. Se më tha për që kem shitur florit, se i shita florit, me tha drejtën. Pagova hapa gjyshin, do është pagu avokati. Kam hang, kam pi. Sipas Erionit, çdo gjë ishte në emër dhe në dorën e Kristinës. Ai sa dashurinë për sytë e saj e gdhëndi në një tatuazh. Ke telefonata funi, kam thënë qim, unë do marr lek apo jo. Më kanë kërcënuar. Më thanë do të hodhim nerë. Ka marr urdhër mbrojtje. O qim, tani më thuj, unë marr lek apo s'marr lek, vlla, ta ndaj mendjen dhe unë. Unë kam 2 muaj e gjysë që pres, qim. Mua 3 pres, s'kam faj as unë as. Jo, ke faj qim se ke raf gjoksin. Do t'i marrësh masë gjyqit. Të është sigurt? Po, dhe lek që kem bank dhe ati që ke deklaruar atjet, dhe mash mas gjyqit. Ndaj gjykata merë ato. O vlla, nuk kam lidhje me ato, unë du vetëm 6.000, tjera ti marrja jo, dhe i shpit fus kokën, ke i 120 milion shpi, ndërsa tjera... Po do ta shikojmë. Ku? Ku më? O Kris. Nga ky komunikim, duket se Kristina nuk ka patur ndonjë dëshirë të madhe për të kthyer. Siç na tha Erioni, gjua kërcënuese e saj, që nis me fyerjen e nënës e përfundon tek tritoli në shtëpi, tregon mjaft për raportin mes dy ish-bashkëshortëve, por pavarësisht të gjithave, dukej se Erioni ende mbante ndesur zjarrin e dashurisë dhe shpresën se një ditë do të ktheheshin. Nuk përgatita edhe për Shën Valentin. U zhyta akoma më shumë borxhe për të marrë florinat që i shita për avokatin, se nuk i ke do të ke shtëpi aty pa florina. A kupton? Me kushte. Tu blen dhe florina Kristinës dhe tu prit datën 14 që i hudha pastaj florinat nga ura e Gramshit. Sa smerdhi, mashtrime. Një Shën Valentin i mohuar, një dashuri e kthyer në urrëtie dhe mijëra euro që nuk kthehen pas. Për të zbuluar të vërtetën, u desh të bënim një rrugë të gjatë të lodhshme deri në lagjen Kabash, të njësisë administrative të Poroqanit, aty ku në një shtëpi të vjetër sipër një kodre jeton Kristina dhe familja e saj. I pari shkon Erioni me shpresën se do të takohet me Kristinën dhe do të flasë me të në gjuhën e arsyes e me dëshirën për të gjetur zgjidhje, por gjërat nuk shkuan as pak ashtu si shpresuam. Babin erdha takoj. Ç'është babi këtu? Ti çfarë do këtu? Shihet qartë që nuk ka asnjë shpresë komunikimi normal mes Erionit dhe familjarëve të Kristinës. Prandaj është radha jonë të tentojmë të negociojmë. Si jeni? Mos të fikë më parë. Kristina. Janë në gjyq ata të dy gjyqtorë. A di ti çfarë do të bëj gjyqtor? Ti si ma sjell atë këtu ti mua? Ju jeni motra e Kristinës? Po unë jam. Shumë bukur. Mund të qetësohesh, flasim qetësisht. Qetësohem fare. Ke sy e faqe vjen tu sot. Zonjë, të lutem. Të qetëso. Të qetëso. Kam edhe 150 milion shqiptate, 150 milion. Faqe do të ndaj lekë hapë gjyqi me i ke merr atij. A janë lekët në shtëpi? Nuk ka lekë në shtëpi, lekë janë në bank. Ma hiç këtë thash, ma hiç. Qetësohemi zonjë, qetëso. Dy gratë janë nëna dhe motra e Kristinës, ish grua së Erionit, të cilat shfaqen tepër agresive ndaj ish-dhëndrit të shtëpisë dhe përmendin gjatë gjithë kohës gjykatën. Një shenjë qartë që Erioni nuk do të marrë asnjë kokorleku nga ato. Por ndërsa flasim, historia merr një tjetër kthes dhe nga akuzues, Erioni kthehet në të akuzuar. Tani unë atë të kam parë me sekondar që e kanë trajtuar motrës time. E ka parë.
këtu. Ja. Ka që kishe ndorë të të dhe të më grisë të të së më ka mushu që në 2 vjetë që ka më vej për do të të vlaj. Ka do të të vlaj tëre. Nuk plesa ndaj lek të tu. Le ka vetë kam përnuar me djerësën time. Shelbësir muti që të ka majtër në plan dorës me të time. Mo me a fare këtu, fare. Zonj, të flasim pak qetësisht të lutem. Se s'ka mund quna dhe të vinja në mbrojtje. Qimi ishte në Greqi. Qanë të cuca atje në qanim të në 2 natë. Që shëte, me në do të qimin verën tyja, motrën the. Duke parë që agresiviteti vetëm shtohet dhe zonjat nuk lënë rrallë për të folur, e ftoi Merionin të zbres poshtë në rrugë, me shpresën se vetëm kështu gjërat do të qetësohen. Por pa rezultat, sepse nga maja e murit shfaqet ajo, Kristina, e cila nuk e mban as pak gojen ndaj zhburrit. Mbaruam. Po një njëri me drogë, me pisë, si t'je më shpëtyrë, si m'vjen. Ajo është një drogagjishe po pinë drogë. 2 më ka dhunu me pistolet. 3 ai merret me njerëz që t'i them dhe me emra, po s'ka që nga duhet më tepër. Çdo gjë janë në gjykat, çdo gjë pasuri, çdo gjë janë në bank, as nuk kam trik as i lek, çka kam paguar ja 500.000 lekë me gjërat e mia kështu. Ke foto, Kristina, ku ai të ka dhunuar? Kisha shumë foto ke telefonit tjetër, po më kishte fshirë. Kisha shumë foto ku kishte fik e gjaka shtëpi, po ai kishte fshirë, ai plera që është atje poshtë. Kjo zonjë mund të thotë çdo gjë të vërtet, por që nga fillimi i punës tonë, e deri në momentet që po flasim, ne kemi dëgjuar telefonata ku ajo e kërcënon një zhburrin, i cili madje ka marrë urdhër mbrojtje nga Kristina, edhe në përballjen tonë, pam se si tregrat ishin tepër agresive ndaj tij. Sidoqoftë, kjo do të zgjidhet në gjykat. Përveç 150.000 eurove, që Erioni pretendon se janë në stive në dyshekëve të kësaj familjeje. Ai pretendon se janë 150.000 euro cash. 150.000 euro cash, unë nuk do rria kështu si barbanjake, okej? Po, luti pizzas, pinta drogë, pinta shak, çdo gjë të keqe, nëse ai do vazhdojnë akoma 2 duar për i kohë, njërë kam lind, njërë do vdes. Është e qartë, Kristina mohon çdo pretendim të i zhburrit, por shumën kesh që ai deklaron ta ketë lënë tek vjerri. Por nësi ishit të vëmendshëm, në telefonatën mes të dyve, diçka na thot se parat aty janë. Pavarësisht dyshimit ton, biseda me ish-gruan e Erionit mbyllet aty, pas një zgjidhje, madje më shumë se sa parat, folën për dhunë në familje dhe kërcënime me jetë, që Erioni i ka bërë ish-gruas. Motra thot që ti ke pas tik në dorë dhe kërcënoje me jetë, madje nëna jote ka qenë aty dhe nuk e ndalon të ngjarë. Të vej provat, si shka mund provat të japi provat e veta dhe të vendosi ligji. Po pra, ju do e keni kërcënuar këtë që unë do të vras bashkë? Absolutisht, asi gjatë, mi nxjerri, si që kam qunë në gjykat, gjitha bisedat, si me Kristinën, si me Tjatin, si me gjitha, ti nxjerri dhe Kristinën. Ke qenë përdorur si lëndë dhe narkotike? Kam pas qenë, kena pine i cigare me quna që, asi gjatë tjetër. Ajo pretendon që lekët i qojnë mbi gjos. Absolutisht. Ke lujt mbi gjos? Si lloj mbi gjos. Të janë shumë ndoj, mund të kem vënë lloto 1000 lekë, 500 lekë. Një cigare me qunat, një dhoto e pak bigjoz. Nuk janë pak gjë, por çkatruar një martesë, e cila tashmë është kthyer në një luftë pa kompromis mes palëve. Por ama nuk mund të jenë as shkak për të mbajtur pjesën takuese të parave, këtij 30 vjeçari, i cili shfaqet tepër i qetë përballë akuzave. Dhe diçka të fundit. Nëse janë të vërteta pretendimet e Erionit, për shumën aq të madhe brenda një shtëpie të izoluar në maj të malit, e këshillojmë Kristinën që parat t'i çojnë në një vend të sigurt. Në bank, do ishte vendi më ideal. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Julia Iliriani dhe kam profesion aktore. Sot të gjithë po flasim për servilizmin e artistit, për artistin që me ndërgjegje bëhet kozmetike pushtetit, për artistin që përdoret. Por, në fakt, unë dua të flas për diçka tjetër. Unë dua të flas për frikën. Po, për frikën. Shpesh në për tavolina artistësh dëgjoj vazhdimisht fjali që fillojnë me mos. Mos fol, mos e thuaj, mos të dëgjojnë, mos se do të lëm pa punë. Prandaj edhe në debatin e sotëm, kur diskutohet për artistin që i shërben pushtetit, unë shoh frikën. Po, frikën patologjike të mbajtur brenda nesh, atë bindjen e heshtur se po nuk shërbeve, diçka e keqe do të ndodhë. Kanë frikë të shfaqen se kush e di që gjen. Kanë frikë të mos shfaqen se u heqin atë që kanë. Edhe fatkeqësisht nuk janë vetëm artistët, por është krejt shoqëria shqiptare që jeton nën frikë.
Frika për të folur, frika se mos të thonë gjë, frika për të përballur, frika mos sulmojnë, frika mos gjykojnë, frika mos komentojnë. Edhe ai që nuk ka arsye për të pasur frikë, edhe ai që nuk ka rrezik të mbetet për bukën e gojës, frikën vazhdon ta ketë në gjak. Prandaj kushdo që e merr përdor edhe nxjerr të mbështesë pushtetin nuk ka nevojë as t'i blej dhe as t'u bëj presion. Ai që i përdor ka një aleat shumë më të fortë. Ka frikën e ngulitur që në fëmirinë e hershme, që në kohën e diktaturës. Sigurisht që shumë prej artistëve të sotëm nuk e kanë arritur komunizmin, por nuk ka nevojë të kenë jetuar personalisht komunizmin. Ata e kanë njohur diktaturën ndërmjet prindërve të tyre. Edhe pa shkëmbyer asnjë fjalë për të, sepse ata prindër, të rritur me frikë në zemër, ja kanë përcjell atë fëmijëve, dhe këta do t'ja përcjellin të tyrve. Dhe kështu pafund. Ne rrisim fëmijë duke u dhënë jo me fjalë, por me gjeste, me sjelljen tonë frikën nga kushdo që është më i pushtetshëm se ne. Artisti supozohet të jetë antisistem. Po kjo kërkon prej tij atë lloj lirie që nuk e marrim as nga prindrit, as nga shkolla, e ndërkohë sistemi na e krahasit pak nga pak. Dhe kështu frika fle brenda nesh. Jo si urdhër, as si kërcënim, por si refleks. Frika se po nuk u shërbeve, po nuk u përule, po nuk duar trokite dhe brohorite, po nuk e puthe në ballë, po nuk the atë fjalën që pritet nga ty, kush e di çfarë gjëje e keqe mund të ndodhë. Edhe është pikërisht kjo. Jo lakmia, jo karrierizmi, as varfëria, por thjesht frika që e lë artistin të rritet me frikë dhe nuk e lë as artin shqiptar dhe as artistin të shpërthej. Madje dhe artistët tanë më të mëdhenj i bën të duket të vegjël. Sepse të jesh artist i madh nuk do të thotë që je automatikisht dhe njëri i madh. Po ti mund të jesh një aktor i jashtëzakonshëm, mund të jesh i rrallë në luajtjen e jetëve të tjerëve në skenë apo në ekran, por frika nuk të lë të luash rolin tënd më të rëndësishëm. Njeriu në lirë. Sot diskutojmë për artistë që shërbejnë si makiazh i pushtetit. Por ndoshta është koha të diskutojmë si të ndërpresim ciklin e frikës, që fatkeqësisht po e përcjellim nga brezi në brez. Për çfarë do flasim tani Dojna? Për çfarë do flasim tani Dojna? Tani do të zbresim në arenën e gladiatorëve. Po gladiator kështu të lashtë apo? Modern. Ah, te Koloseu. Ah? Tek terminalet e linjave të autobusëve. Po ndër qytetas, aty ku zhvillohet edhe lufta për mbijetesë. Game of Furgons. Në vend të dragojit mund të jetë në një Fatorino që ka ngrënë gjithë hurdhrat e fshatit, edhe thot lekët. Të përcëllon. Po, dezinfektim. Në fakt ne do të shkojmë në Peshkopi, Flor, ku gara bë përballë dy agjenci transporti. Njëra që bën itinerarin Peshkopi Kukës, tjetra kalon kufirin, pra Peshkopi Prizren. Se shkohet dhe me autobus Prizren? Po. Nuk shkohet me tren? Jo. Edhe autobusi si tren është ai specifikisht. Ose është autobusi kanë vërë ato rrotat e trenit. Jo vetëm që shkon Flor, por kanë shpikur edhe një metodë se si të zhytet konkurenca. Ne jemi njerëz me shumë vizion. Ne duam gjithmonë të mirën vetes tonë dhe të keqen njëri tjetrin. Sidomos komshiut. Piranja Frar Derista na njeh me dinamikën e këtij Fast and Furious, Peshkopi Drift. Veri Pilal? Prit. Hajde lidhemi bashkë.
Me ardhjen e ditëve të ngrohta, Peshkopia do të çelë zyrtarisht sezonin turistik, duke mirëpritur vizitorë të shumtë që zgjedhin frekuentimin e ligjave, të cilat shërbejnë jo vetëm për kurim, por edhe si një atraksion turistik. Të pozicionuara mes një peizazhi të gjelbër dhe ajrit të pastër malor, ligjat e Peshkopisë vijojnë të mbeten një ndër pikat më të frekuentuara të sezonit të pranverës dhe vjeshtës. Mirë po, siç ndodh jo rrallë, kjo e mirë ka prodhuar edhe të këqijat e veta. Në Dibër operojnë disa agjenci transporti për udhëtar, të cilat pavarësisht ligjit që nuk mungon, prej disa kohësh kanë mosmarrveshje me njëra tjetrën. Dhe këtu gjithçka ka të bëjë me konkurrencën e pandershme. Ky zotëri quhet Dëfri Melezi dhe është pronar i agjencisë Alp Trans International SHPK, njëkohësisht edhe shofer në një prej autobusëve që kjo firmë ka në përdorim. Prej shumë vitesh Alp Trans International disponon licencë për kryerjen e shërbimeve të rregullta ndërqytetase, konkretisht itinerarin Peshkopi Kukës Peshkopi, në të cilin me sa duket dikush ka ndërhyrë padrejtësisht. Unë kam marrë këtë licencë para 15 vjetëve. Është një rrugë shumë e vështirë në veçanti të gjithë linjave të mrena për mrena Shqipërisë. Me dëbor, me sakrifica, u kam shërbyer gjithë komuniteteve që janë atje. Tash ka lidh problemi me licencimin e një agjencie tjetër, e cila më menaxhon linjën time. Bëhet fjalë për agjencinë Leogita Trans SHPK, e cila më 23 qershor 2021 është pajisur me një licencë ndërkombëtare për shërbime udhëtimi me linjë Peshkopi-Prizren, licencë që përfundon më datë 4 qershor 2026. Nisja e fugonit nga terminali i Peshkopisë është në orën 7 dhe zoti Dëfri Melezi pretendon se kjo linjë nuk ka për qëllim destinacionin final Prizrenin, por edhe transportin ndërqytetas gjatë rrugës për në Kosovë, duke hyrë padrejtësisht në linjën për të cilën është i licencuar Dëfrimi. Këto janë të planifikuara gjërat. Qish kur ka nisë një gjysore para meje, për shembull ajo është 7-8 kilometra para, unë jam 7-8 kilometra më pas. Pra më menaxhon komplet linjën. Çdo person që del në rrugë ai e merr gjithë më lan edhe unë. Bësh shkoj, bësh vi. Ai zotria e ka linjën e Peshkopi Prizrenit edhe futet në përkuk. Ai ka hyrë edhe han buk në pjesën time. U bën që 5 vjet nuk mundu me siguru edhe të ardhurat e naftës, e gjë tjetër. Tani për t'ua bërë edhe më të qartë, agjencia Leogita Trans SHPK me administrator zotin Fehmi Gjiza disponon një licencë ndërkombëtare jo ndërqytetase, që do të thotë se nisja e automjetit bëhet në Peshkopi dhe mbërritja në Prizren, por gjatë këtij itinerari shoferi ka të drejtën ndalojë në Kalat të Dodës, Kukës, Morin dhe Vërmic për të pushuar ose për të marrë pasagerë të cilët kanë destinacion final Prizrenin, jo fshatra apo qytete të Shqipërisë. Ndërkohë agjencia Leogita Trans prej vitesh nuk e respekton këtë rregull, duke shkelur me të dyja këmbët ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, sepse rrugës për në Prizren dhe Anasjelltas merr këtë i dal përpara. Pas ankesave të shumta të shoqërisë Alp Trans International SHPK, më datë 13 gusht 2021, Task Forca e transportit rrugor pranë Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës u bëri me dije ankuesve se 3 ditë përpara përgjigjes zyrtare, më datë 10 gusht 2021, në aksin rrugor Bushtrit Peshkopi, mjeti me targ AA 110 VP që drejtohet nga shoferi Leonard Delezi dhe operon me licencën e Leogita Trans, u konstatua se qarkullonte me pasagerë të papajisur me bileta. Dhe subjekti u ndërshkua me një gjobë administrative, sa për të qenë korrekt me shtetin. Kështu ankesat e Alp Trans International vijuan pranë Ministrisë së Infrastrukturës. Kjo e fundit më datë 16 dhjetor 2021, merr përgjigje nga Task Forca për përmirësimin e nivelit të kontrollit të mjeteve motorike e rimorkjeve të tyre, ku i bëhet me dije se ankesat dhe pretendimet e Alp Trans International janë të drejta, pasi Leogita Trans nuk respekton kushtet e licencës. Task Forca gjithashtu bëri me dije se subjekti është konstatuar disa herë me shkelje dhe ndaj tij janë marrë masa administrative me gjobë. Shkeljet e kësaj agjencie në vitin 2021 ishin të shumta, por më kryesorja kishte të bënte me mos respektimin e licencës dhe mos zbatimin e itinerarit të parashikuar, ndaj për këto shkelje të njëpasnjëshme automjetit ju tërhoq leja e qarkullimit. Pavarësisht këtyre masave të marra nga institucionet, asgjë nuk ndryshoi dhe Leogita Trans vijoi punën me të njëjtën praktik të vjedhjes së pasagerëve. Kështu që më datë 15 qershor 2023, administratori i Alp Trans International kërkoi takim zyrtar me ministren e asaj kohe Belinda Balluku, takim që kuptohet nuk u realizua asnjëherë, por të paktën u dha një përgjigje. Më datë 31 korrik 2023, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Transportit dhe Infrastrukturës bëri të qartë se agjencia Leogita Trans nuk duhet të zbresë udhëtar në Kukës pas nisjes nga Peshkopia dhe në kthim nuk duhet të marrë qytetar në këtë qytet, si dhe duhet të respektojë oraret, në të kundërt do të gjobitet dhe në rast përsëritje do të shkojë deri në pezullim apo revokim të lejes së autorizimit. Masa
shtrënguese që me gjas do të jepnin fund këtij konflikti mes dy kompanive. Por jo, sepse sikur të mos kishte ndodhur asgjë, një muaj e gjysmë më pas, mjeti me targ AA-110 VP me drejtues Leonard Delezin kapet sërish nga task forca me të njëjtën shkelje, marrjen e pasagjerëve nga Kuksi për në Peshkopi, duke mos respektuar stacionet e miratuara për të ndaluar. Aktet e konstatimit i kaluan Komisionit të shqyrtimit të masave administrative. Dhe çfarë u bë? Asgjë. Pasi edhe sot që flasim, ankesat janë të njëjta dhe vjedhja e pasagjerëve vijon me të njëjtin ritëm si më përpara. Është e mërkur, data 6 maj, në orën 6:20 minuta mbërrim në terminalin e Peshkopis, në orën 7 pa 1 minutë, fugoni i agjensisë Leogita Trans mbërri në terminal pa respektuar qëndrimin 15 minuta në vend parkim. Futemi brenda dhe pas 2 minutave nisemi për në Prizren. Në timon është i njëjti shofer që akuzohet prej 5 vitesh nga konkurenca, ndërsa në brendësi të fugonit ndodhet vetëm një pasagjer i ulur në sedilet e para. Në orën 7:36 minuta në fshatin Slov, mjeti ndalon për të marrë një pasagjer dhe më pas vijon sërish rrugën. Kjo është shkelja e parë. Pasi edhe nëse ky person do të ndalojë në Prizren, duhet marrë në terminal ose në Kalan e Dodës, ku është ndalesa e parë. Në orën 7:54 minuta, fugoni ndalon në Kalan e Dodës, një djalë i ri hyn në fugon, ndërsa pasagjeri që hipi në Slav zbret aty, ndërkohë bileta është inekzistente. Dhe mos harrojmë që këto hipje zbritje i takojnë linjës ndërqytetase, jo asaj ndërkombëtare. Por të presim sepse kemi rrugë të gjatë për të bërë. Udhtojmë edhe për disa kilometra. Në orën 8:40 minuta në fshatin Kolesian hipën një tjetër pasagjer, i cili zbret në Kukës. Diçka që është ndaluar, pasi siç u sqaruam, për këto itinerare duhet licencë kombëtare, dokument që nuk disponohet nga agjencia Leogita Trans, duke cënuar kështu konkurrencën e ndershme mes operatorëve. Ne do të vjojmë rrugën deri në Prizren e do të kthehemi sërish për të parë se deri ku shkon shkelja e kompanisë Leogita Trans. Nga Kuksi deri në Kosovë nuk bëhet asnjë ndalesë. Zbresim në terminalin e Prizrenit dhe kthehemi aty pas një ore. Në fugon ndodhem vetëm një çift të moshuarish, nuk vonojmë shumë dhe nisemi për në Shqipëri. Jemi 4 persona në bord. A ja vlen të bësh gjithë këtë rrugë për 4 pasagjer? Absolutisht jo. Prandaj dhe shkelet licenca. Pasi hym në Shqipëri në orën 12:40 minuta në rrugën Gryqcaje, hipën një pasagjer dhe zbret në Bushtric pas 8 minutash udhëtim. Në Bushtric hipën një pasagjer tjetër, i cili në orën 1:22 minuta zbret në Slov. Udhtojmë pa kilometra. Në orën 1:28 minuta në fshatin Slov hipën një tjetër pasagjer, 7 minuta më pas një tjetër vajzë e cila sapo ka përfunduar mësimin. Në orën 1:39 minuta, 2 gra hipin njëra pas tjetrës në Shumbat dhe kështu fugoni mbushet pothuajse plot, me pasagjerë të cilët janë vjedhur fugonit të dëfrimit. Në orën 1:52 minuta, pak kilometra pa mbërritur në Peshkopi, një djalë i ri na bashkohet në fugon. 10 minuta më pas, një nga gratë që hipi në Shumbat zbret, më pas zbresin edhe 2 të tjerë, e në fund edhe djali me bluzë të kuqe. 3-4 minuta më pas, edhe vajza me çantë shkolle zbriti pak pa mbërritur në terminal dhe tani është radha jonë të zbresim jashtë terminalit dhe në kundërshtim të plot me ligjin. Do futesh brenda te? Jo. Shoferit japim lekët, por bileta nuk marrim. Pasi zbresim, fugoni vijon rrugën për në qytet. Dhe ne shkojmë pas tij deri në ndalesën e fundit. Jam Freardi nga misioni Piranjat. Besoj je koshient për çfarë jemi këtu dhe për gjithë shkelit që ke bërë sot gjithë ditën që kur jemi nisur nga Peshkopia deri në Prizren, edhe nga Prizreni kur jemi kthyer, që për vitin 2021 çdo ditë. Po pse i bën këto shkelet? Duke qenë se ti ke marrë dhe paralajmërime dhe gjoba administrative, të reqet të cirkullimit, task forcat kanë ndaluar disa herë, pa bileta, qytetarët, edhe ne pa biletë. I vetëdijshëm për gjithçka dokumentuam, Leonard zgjedh heshtjen si përgjigje. Ka një pretendim që edhe orarin 7 e ke bërë gjysmë ore përpara orarit të Alptrans. Edhe ardhjen nga Kuksi deri këtu e ke 12 pa 5 minuta përpara 12-s zotërisë. Domethënë po Kastila ashtu për me kap njerëzit, nuk presin dot ato deri në 12 mu. Në fakt çdo gjë duket e studiuar për të nxjerrë jashtë loje konkurrentin, pavarësisht se ky i fundit disponon dokumentacion të rregullt për linjën Peshkopi-Kukës-Peshkopi. Madje kaq e studiuar saqë arrin të rrezikojë jetën e udhëtarëve për të mbërritur i pari në stacionin e radhës. Si në këtë rast, ku shihet fugoni i Leonardit pas atij të dëfrimit në zonën e Kolesianit dhe në vizë të pandërprer në kundërshtim me rregullat e qarkullimit rrugore parakalon për të qenë para tij dhe për t'i marrë ai pasagjerët, të cilët me letrat që disponojnë i takojnë dëfrimit. Nëse do ta kishe linjë ndërqytetase, nëse qytetarët donin të vinin me ty, është zotësia jote, por nuk e ke ndërqytetase, e ke ndërkombëtare. Pra e ke nga Prizreni në Peshkopi dhe nga Peshkopi në Prizren. Ta verifikojmë edhe një herë. Edhe ministria ta ka dhënë me dokument që
ke të ndaluar të marrësh njerëz në Kukës ti zbresësh në Peshkopi, sepse e kanë ndërqytetase, jo ndërkombëtarja. A je vetëdijshëm për këtë gjë? Po e lëm minjan zotrim, flas me ligj. Jam i vetëdijshëm. Është shumë e qartë që do t'i heqësh bukën dikujt tjetër. Zotria që ka bërë dëncimin, është koshiencë, i kam dalë borxhin aty. Për çfarë? Për linjën që kam unë konkretisht, Peshkopi Prizren. I kam thënë, nëse ti do më prekish te linja që aguj taksat, edhe unë normalisht që do të më si të prek këto te linja. Çdo ditë e kem Prizren. Këtu mësojmë diçka që pala tjetër nuk na e kishte thënë. Zoti Dëfrim përveç linjës Peshkopi Kukës frekuento ka edhe Prizrenin. Do të thënë po e shkeq iqin për shkak të një mosmarrveshje që kemë me Zotrin. Nëse do më prekish ti mua te buka ime, normal që do të prek edhe unë ty. Ajo që deri në këto momente dukej si një shkelje e rregullave nga një rapal, Befas merr pamjen në një konflikti personal mes individëve për mos respektim dhe ndarje territori. Madje për të përforcuar pretendimin e tij, Leonardi na vendos në dispozicion edhe një video ku shihet zoti Dëfrim Elezi duke marrë pasagjer në Prizren. Por edhe këtu jemi përpara një tjetër të pavërtetë. Unë për momentin disponoj licencën turistike me blok, me gjitha, me shkresa, me dokumenta shumë të rregullta. Teksa Dëfrimi po na shpjegonte dokumentet që disponon për të kryer aktivitetin e tij edhe jashtë linjës Peshkopi Kukës Peshkopi, Leonardin e lajmërojnë dhe vjen aty pranë. Këto i kanë ligjët. Ose po patjetër. Ma ke pru që 5 vjet më të hunë, zorna. Që të më menaxhoj linjën time. Kush e ka Peshkopi? Nuk shkojmë në Prizren. Prizren e ka me licencë tjetër unë. Të dini na që kam të dyja unë. Atëherë tregoja zotris, nëse ka licencë. Po e kam. Bashkëbisedimi mes dy rivalëve dhe ballafaqimi i fakteve po bëhej i pamundur edhe për shkak të shumë personave që u mblodhen rreth nesh për t'i dalë në krah Leonardit duke hedhur akuza mbi Dëfrimin. Pronari Prizrenit, dakor, qëndro aty, mbarojmë ne. Ai e ka Prizren, ja. E po që do të na dilte pronari i Prizrenit në mes të Dibrës, këtë se kishim menduar ndonjëherë. Tani ata mbarojmë të që kemi se kuptoj pse u mblodhet kështu. Duket sikur ka ardhur shumë me shok. Për çfarë ardhëm që mos vish dy herë ti. Vi unë 2 herë, se mos japish ti domethënë çfarë tha ky. Nëse do ishte çfarë tha ky do kisha marrë vetëm këtë unë. A mbajta hatër që mora vetëm këtë dhe ty s'të mora? A të pyeta edhe ty. Ç'a ke për thënë tani? Unë iki aty thotë se kam turistike. Po, me turistike s'mund të ikesh më vëlla. Në linjë tregu këtu, po natë kështu sigur mendonte. Ha vetëm unë. Te hatë ku takon. E në mbaroj puna, jo tash në linjën time. Ose më hash Prizren që mos viun Kukës. Unë zotri, unë do vim Prizren se i kam leta. Të e për Kukë nuk ke. Ma e për licencën e Kukës. Ma jep ti Prizren atëherë. U e kam për gjithë Kosovën. Unë nesër me dashte që në Gjermani, edhe në Itali. Për ta sqaruar një herë mirë këtë debat, ky është vendimi i firmosur më datë 27 maj 2016 nga Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto, që pajis me licencë për transport ndërkombëtar udhëtarësh subjektin Alp Trans International, ndërsa kjo është licenca e verifikuar lehtësisht në qendrën kombëtare të biznesit. Lidhur me ushtrimin e këtij aktiviteti, Agjencia Alp Trans International disponon edhe dokumente të tjera, siç është lista e udhëtarëve, pasaportat e tyre dhe kontratat me hotele të ndryshme për akomodimin e qytetarëve nga Kosova, të cilët frekuentojnë ligjat në zonën e Peshkopisë. Ndaj ndodh që kjo agjenci të udhtoi drejt Prizrenit për të marrë persona që kanë pronotuar për në ligja. Por kjo gjë nuk e bind as pak Leonardin. Atëherë edhe unë përdojnë licenci puna këtij që të marrin njerëz për Kukës. Dakor. Ai më këtu? Dakor. Po. Me 3 fjalë më marrë. Në realitet askush nuk u mor vesh. Ndaj për ta sqaruar më mirë situatën në të cilën ndodhemi, i drejtohemi administratorit të terminalit. Dëfrimi vin mëngjes, pret një bilet. Ston diell zvin fare, ka bë stacion ke karburanti. Këto veprime administratori ka të faktuara me pamje konkrete, momentin kur Dëfrimi hyn dhe del nga terminali, si dhe marrjen e pasagjerëve në një pikë jashtë terminalit. Me sa duket një zgjedhje e detyruar për Dëfrimin, i cili në terminal nuk ka se çfarë pasagjerësh të marrë për në Kukës në orën 7:30. Pasi gjysmë ore përpara ka qenë Leonardi që i ka fshirë të gjithë, në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Leonardi e ka 7, vin 7:10, se çfarë që ka 15 minuta e kanë për të qëndruar këtu. Nga pamjet e kamerave të terminalit vihet re se Leonardi një lloj si Dëfrimi nuk qëndron as një minutë në terminal, por na merr neve dhe niset. Ata është janë të pa rregull. Debatet e këtyre janë gjithë licenca që ka këta. Po pse s'funksionon këtu kjo gjë? Ti ai administratori. Po jo më të kam kërkuar të funksionojë, nuk funksionon. I kanë bërë shkesa ministrisë, i kanë bërë shkesa bashkisë, i kanë bërë shkesa qeverisë, marr komplet. Për këto pa rregull. Të gjitha. Te do të ishin qesa të gjitha, të shporën domethënë. Nëse do të shërbejmë popullit, nëse do të shërbejmë popullit, le të vazhdoj. Do të ndjekim tani një denoncim të një gruaje që përndishet nga ish i dashuri. Ndërkohë është i lidhur me një tjetër. Ke ardhur fiks në vendin e dur sepse ne nuk i falim fare për ndjekësit. Po prit se ka dhe një allë tjetër. Të gjitha këto nuk duhet i marrë vesh burri. Burri? Burri. Si burri? Burri pra? Do më thënë ky që ka xheloz për dashurin e ri, jo për burrin.
Po kush bëhet xheloz për burrin sot, o Flori? Ndjekim piranjën Avi Mema. Burri s'pas ka fajti që nge, o zot. Një vit më parë, në një fabrikë në punë, kryum një njohje me një djalë, punonim një të punë. Aty filloi një histori që fillum të njihshim njëri tjetrin pak më shumë se koleg pune. Filluam të flisnim me njëri tjetrin, të shkumbi mesazhe gjëra në fillim, pastaj fillum dhe jemi taku bashkë për te punës, jo në punë. Sa shpesh takoheshit ju? Në punë ishim gjatë gjithë kohës bashkë. Jashtë pune mund të takoheshim njërën në 3 muaj, të zama se njërën në 2 muaj, varet se si ne kërkonim sa ishim mirë. Një takim në 2 muaj nuk është maksimumi për një çift që sapo ka nisur një raport sentimental dhe pretendojnë se dua njëri tjetrin, por kjo frekuencë kaq e largët në realitet e ka një shkak. Sepse Blerta 32 vjeçare është e martuar dhe lidhja e saj me Dorin 30 vjeçar bazohet tek fshetësia, besimi tek njëri tjetri dhe kujdesi shumë i madh për të mos u zbuluar nga bashkëshorti i saj. Por pas një viti frekuentim, ky besim thyhet, sepse partneri në këtë marrëdhënie të fshet kishte pas marrë një kamër të fshet që ka filmuar gjithçka tonën. Fillim nuk e kam ditë, ama kur unë fillova që dosha mu largu prej tij ose dosha me ndërpres si marrëdhënie, aty më ka treguar që ti nuk mund të largohesh sepse unë kam diçka tëndën që mund ta hedhi në rrjetet sociale, mund t'ja çoj bashkëshortit tënd, mund t'ja çoj djalit që e di që ku punon edhe ku e ka shkollën. Këtu historia nuk ka të bëjë me një tradhti bashkëshortore, por me një raport detyrim përcaktim, ku rregullat i vendos ai, poseduesi i videove intime. Çfarë videosh ishin? Në hotelin që ne ishim. Ti e ke parë vetë video? E kam pa vetëm një herë që më ka kërcënuar që t'ja çoj bashkëshortit edhe nuk e kam besuar që i ka, edhe ma ka çuar me një shikim. Ja shifet që unë me të vërtetë kam të pjesë videosh. Por ish partneri i fshet nuk ndalet me kaq, sepse në një moment kur 32 vjeçarja nuk po reagon ndaj kërcënimeve të tij, ai nis të dërgoj sinjale tek familjarët. Ka çu nga një mesazh, përshëndetje, thjesht me pa se si do reagojnë familjarët e mi. Kujt ja ka dërguar? Ja ka dërguar mamit tim, ja ka dërguar djalit edhe burrit. Ata kanë ndryshuar diçka apo? Jo, sepse te mami kam hyrë e kam shiu unë, sepse nuk është aq e zonjës aty të zonë i paqër. Por cili është shkaku i këtyre presioneve të vazhdueshme të këtij personi, i cili e dinte fare mirë që ajo marrëdhënie nuk mund të zgjasë shumë për shkak të impenjimeve familjare të Blertës. Ka gati 4 muaj që unë kam tentuar të largohem prej tij dhe ai nuk lejon në u largu ose thot mund të largohesh, ama ti din pasojat. Kush janë pasojat? Pasojat janë të videos që do i nxjerrë, komunikimit e njerëzit e mi që të ja çoja aty në. Më ka kërcënuar gjithmonë me këtë pjesë. Kohë të fundit çdo ditë shkruaj, çdo ditë. Kërcënime që shihen edhe në këto tekste që ai dërgon sa herë gruaja tenton ta ndërpresë komunikimin me të. Nëse ti nuk i kthem përgjigje, çfarë ndodh? Aty pastaj fillon ti po flet me dikë, ti patjetër më çon screenshotet që me ko po flet. Nëse i çon screenshotet, shefe emër të zonë me dhe sigur me pa emër gota ose të familjarit, të ke regjistruar me atë emër, por nuk është ai person, ti po flet me diçka, më çon mesazhe screenshot. Ke frikë me kap me hap telefonin, me kthy përgjigje një familjarit, dhe sa të shohën linj, thotë ti po shkruaj me dikë, mos më kthe përgjigje. Një kërkesë llogarie në kufitë të çmendurisë është shndërruar shpesh në shantazh ndaj një gruaje të cilën në shtëpi e presin bashkëshorti dhe fëmijët. Ndaj e gjendur pa rrugdalje dhe në kushte të rënduara psikologjike, gruaja ndërmerr një vendim ekstrem. Para 3 muajsh kam tentuar edhe ky bekeq vetes time. Unë mu dukte një pjesë që është shpëtimi për mu. Ura piva ca koke që vjeri imi përdorte për mit. Kur kam gjuar shumën e djalit në shtëpi, aty thjesht jam ndërgjegjësu që jo gjithçka jam plen. Jo para fëmijëve, jo me vu personin tjetër me bë keq vetes para fëmijëve. Pasi ndalet në këtë çmenduri që për pak i kushtoi jetën, 32 vjeçarja vendos ta ndajë me ne historinë e saj dhe më pas së bashku organizojmë një takim me ish partnerin e fshet me shpresën se do ta bindim të heqë dorë nga kërcënimet dhe shantazhet.
Bëna të shkullës. Ke kafja? Jo, valla. Se? Shkem atje veshin. Se? Jo, çfarë do bëjmë kafe? Kam pi 3 kafe, shkem rrim. Ha ta pim një bashkë. Valla, pi të kafes, kam bezdif, më fort kafe. Unë është duam shkoj, është më bërtas. Po bërti çfarë dush? Me çfarë do thon? Masni. Ha po. A do me të hap telefonin patjetër? Po, sabim, po. Hajde se unë e ti kena me fol. Kena me fol bashku në ti, Rodor. Hajde. Rodor, ti e di shumë mirë çfarë duan nga ti. Po. E din? Po. Mi bjerë? Jo, si kam. Ku si ke? I kam telefon tjetër ke shtëpia. Si në telefon tjetër ke shtëpia? A thash mi bjerë sot? Jo. Pra është Rodor? Jo. Ti je personi që shumë herë unë nga Afrika kam bërë çmos. Nga Afrika sepse e di që ti do e bësh diçka. Sepse s'ke desh. E je shtirë gjithmonë, unë e di. Atëherë, mi jep ato sene edhe se kush kush rrugt vet. Kaq duam. Fshi ato gjona, sa herë ti kam kërku ti fshish ato gjona? Pse s'ke për ti fshi? Për çfarë arsye? Për gjë personale imja. Po jo, mëse është e imja. Po zgjidhë si dush ti ndik. Në këtë pikë kur kërcënimet artikulohen edhe në prezencën tonë, është momenti që të ndërhyjmë për të kuptuar se deri ku do të arrijë kjo çmenduri e 30 vjeçarit. Përshëndetje. Ave me gazetari nga emisioni Piranja, ta mund ta di kush është arsyeja pse ti e shantazhon? Shantazhoj? Po. Ç'është shantazhi? Nuk e bëra si shantazh? Jo. Për çfarë garë do të takosh sot? Për të diskutuar, për të fol. Për çfarë? Për të diskutuar këtë pjesë. Se nuk pranove që të ulesh në kafe. Po sepse kuptova që është diçka, mendova se më ka sjellë ndonjë person e gjon për të bërë presion. Po ato bisedat për videot që ti i posedon të saj. Mi ka sjellë me dëshirën e vet edhe. Ti ka sjell ajo. Edhe ti ke të drejtën që ta shantazhosh me këto video? Zero, nëse ka një provë që e kam shantazhu. Po, i kemi provat, i kemi parë gjitha bisedat. Ku ti i thuaj që këto video do përfundojnë në duart e bashkëshortit të saj, djalit të saj. Ka 3 muaj që ja kam thënë të mohabet. Në fakt ka 3 muaj që nuk ndalon duke ja thënë sa herë komunikojnë, duke e mbajtur gruan e re në një terror psikologjik të papërshkrueshëm. Tani je penduar, nuk do ja çosh me bashkëshortit. Por nuk ka lidhje, nuk do ja çoj, nuk ja kam çuar ndonjëherë. Këto video unë do ja çoj nënës tënde, bashkëshortit tënd, djalit tënd, nuk është kërcënim. Ishte momentale për diçka që ta thash diçka në telefon. Do shta për ty është momentale, por për zonjën është një kërcënim që ato video intime t'ja dërgosh familjarëve të saj. Fakti që ti ke këto video dhe nuk pranon t'i fshish, por kërkon që t'ja dërgosh bashkëshortit saj, djalit saj, është kërcënim, është shantazh. Nëse gjen që unë i kam thonë që hajde bëj diçka me mua, do t'i dërgoj këto video kështu të zerot. Edhe ti kur e kam përdorur në thonjza video duke thënë që i kam, gjithmonë sa herë gjeja duke fol me tjerë. Ti ke gjetur atë të flas me tjerë? Po, me 2-3. Ti je për xheloz? Po tjetër se ishte me mua, më thonë ti je bota. Por me që ky zotri është kaq xheloz, si ja bën kur partnerja e tij sekrete kthehet tek burri dhe natyrshëm kalon pjesën më të madhe të kohës me këtë të fundit, apo aty nuk bëhet xheloz? Patjetër, sepse martesa dihet është ma ka bërë qartë kur ka nis lidhjen me mua. Ku e ke kuptuar që e fliste me të tjerë? Po e kam ditë dhe kam parë faktin në telefonin e saj gjithmonë. Po mirë, ti nuk e ke kuptuar që ishe i tepërt atëherë me qenë se pas ke parë biseda tjera. Përse nuk e marr vendimin të largohesh? Sepse më thonë të s'du, jam i pa mesazh të fundit infinit, ti me ty unë do të po hike, ti do të kërkoj unë. Ti e do atë? Pse e don, ç'a kuptimi? Ndjen për të, përderisa arrin në këtë raport. Po patjetër. Kam dje afrimitet normale se përderisa u bëja xheloz për tjerë për gjë normale. Kjo po që është një marrëdhënie e çuditshme në të cilën pa dijenin e tij është përfshirë edhe bashkëshorti i kësaj gruaje. Viktima më e pafajshme e asaj që po ndodh prej muajsh. Sidoqoftë, halli që kemi është tjetër, prandaj nuk duam të humbim kohë. Ku e ke telefonin? Në xhep e kam. Po pra mund t'i nxjerrësh dhe mund t'i fshish. Po ç'a është kjo tani? Ç'a garancie më jep ti më tani? Çfarë garancie kërkon ti nga ne? Se di pse po bën. Fakti që ti ke këto video do të thotë që e kërcënon atë. Zaharrove. Por çfarë i mban videot në telefonin tënd? Po sepse kemi qenë bashkë. Po pra ajo kërkon që ti fshi, është e drejta e saj sepse në ato video është ajo. Edhe ajo kërkon që ti fshi, pse nuk i fshin? Ti është i kam fshi se jemi bashkë, kupton kaq. Ti i ke bërë video pa vetdijen e saj, apo jo? Për një arsye të tillë. Ja ke bërë nga inati. Po. Në fakt më shumë se çështje inati, video duken çështje qefi. Po nejse, të vijojmë bisedën për të kuptuar teknikën e tij të regjistrimit. Ndoshta diçka mësojmë edhe ne në temat e shumta që realizojmë. Me çfarë ke incizuar këtë video? Me një anë të një strolapse. Çfarë shtyn një person të marrë një kamerë, të filmoj pa... Ishte mlefi që po bënte atë, kaq. Edhe nëse ti je i lidhur me dikë, nuk mund ta filmosh pa dëshirë dhe ti përdorësh këto materiale, sepse quhet shantazh, quhet kërcënim dhe përbën një vepër penale. Zero kërcënim që ta bëj këtë gjë sepse kam. Tani është zero kërcënim se nuk do ta pranosh ti, apo të pëlqen të mos ta quash të tillë. E kupton që ajo ka tentuar 2 herë vetvrasje? E di këtë? E di, por prapë se kam besuar. Ti nuk e beson që ajo çan ngjitse mbante? Ishte një ngjitse e tillë, kështu që dora, pastaj më vonë kam. Mirë, më vonë e ke kuptuar. E ka kuptuar, por sidoqoftë ka vijuar me shantazhet dhe mbajtjen e materialeve për presion ndaj ish partneres. Pret që dikush të vrasi veten për materialet dhe kërcënimet që ti i bën. Jo, dikush do të kërkoj që hiqi, sepse si jemi më bashkë do të largohem nga ti. Nuk e kupton që kjo është një frikë. Po ta kisha arritur ta kuptoj, s'kisha nevojë me arritur deri këtu. Jo, ti ke arritur deri këtu për shkak të veprimeve të tua. Po mirë, në këto momente do t'i
t'i fshish materialet dhe ta lësh të vazhdoj jetën qetë? Po tjetër. Po, mund t'i fshish në prezencë së saj dhe ajo të vazhdoj jetën e saj me bashkëshortin e saj, me fëmijët e saj. Ja, ku është gjithë biseda që kam çdo video, çdo gjë. Mund të hapësh pak edhe foto, video nëse ke tjera në telefon t'i fshish? I fshiva, edhe do t'i fshi, edhe i kam fshi, edhe do t'i fshi gjitha. Mos më maj 2 fshi dhe 2 si fshi, tash s'kam leverdi ashtu, e kupton? Se është me leverdi ke punë e këtyre videove. Sepse o mbahen gjitha, o fshihen gjitha. Është paketë. Po paketë, ashtu i ka sjell paketë për ditë. Edhe çmimi i paketës kush është? Çmimi është shantazhi? Zerra më burrë dhe hop. Kërcënimi? Po edhe gazetare, po edhe femër. Po jam gazetare, jam femër dhe nuk arrit dot ta kuptoj se si një mashkull përdor materiale pa dëshirën e një vajze, një gruaje, një nëne. Tashin nëse vazhdoj nga sot i maj, tani po i maj për shantazhim ose për presion, sepse kjo s'është më çaj duam ato. Po, vjen shumë mirë që ti e ke kuptuar gabimin që ke bërë. Uroj ta kesh kuptuar edhe kur të shkosh në shtëpi dhe të fshish gjithë materialet që i ke pa dijenin e saj. 100%, sepse është diçka që është e ndamë dhe është me drejtë, e kupton. Nëse do vazhdosh ti shkruash më, nëse do vazhdosh të kesh ende materialet saj, ta dish që ajo do t'i drejtohet organeve kompetente për këtë punë. Ore, di se funksionon. E di besoj. Po tjetër që di. Dora jepet kur mbyllet diçka, se s'kam kërcënuar kurrë, nuk kam qenë kurrë person i keq për ty, po e jetën atjell varet si ke menduar zonat, është shumë keq, duhet të ndihesh keq. Them çudit pak. Gjithkush bën gabime, po e rëndësishme është të kuptosh gabimin që ke bërë dhe të mos ta vazhdosh më tej. A ndjesh më i qetë? Po, pavarësisht se ndoshta nuk di përdorë gjatë kësaj kohe, ama do e njoft, s'ka për t'i fshi. A ja vlen e gjitha kjo për një burr? Për më tepër kur nuk është i yti. I falenderojmë Velina tona. I falenderojmë Velina tona. Duket ishte një prodhimi të vjetës. Duket. Tani, tema që mori më shumë komente nga java e kaluar ishte historia e druvarëve të Navaricës që nuk merrnin prej shumë kohësh pagesat për mundin e tyre. E vërtet. Shumica e mesazheve ishin mbështetëse për druvarët, një pjesë edhe me pak makabritet duhet thënë brenda. Ne kemi përzgjedhur disa nga komentet më pikante të kësaj jave, kështu që shkojmë menjëherë i lexojmë pa humbur kohë. Zonja Nema. Sülejman Gashi, ku janë malet, ku janë drunjt, nuk kam pa në Shqipni mal akoma. Një minutë heshtje. Një minutë heshtje. Syl. Një minutë heshtje. Për abetaren, përgjithësi. Një minutë heshtje për djalin që s'ka pa malet. Një minutë heshtje për Shqipërinë përgjithësi. Po. Syl, po ta kthesh kokën nga deti, qofësh mbrapa ke vetëm male. Thjesht lëviz kokën, okay? Ikim tani, mbaruam. Po. Kaq. Mesazhi i dytë. Va pik sil 2675. Pse nuk shkoni të punoni? Po merreni me llafegjere, popull ignorant. Pra, mire ka, ç'është kjo punë që bë? Unë nuk e kuptoj njerëz, se ma thot dhe gjysh herë pas here, po ç'është kjo punë që vetëm flisni ju? Flisni dhe paguheni për të folur. Drejt ka. Jo, si ka dalë rroga këtij. Ose është pronar, ose nuk jetë pronar. E llavi më shkova ktheu aty në punë. Ka që t'japin urdhra nga rrjetet sociale, këta janë për mua. Këta duhet maksimumi. Shkojmë tek një tjetër mesazh. Lola 197 4R. Ore më vjen shumë keq, po mos u merrni me prerjen e malit, se kur nuk bëhen një shtëpi. Kështu thoshin pleqtan. Mali të nëm. Mali të nëm. Malit mallkon, mali të. Mirë, më mirë, dakord. Tani ti një më mirë malet se unë. Jo, unë do të thoja një kuriozitet që është më së vërtet dhe mbajeni mend vath në vesh. Qofse doni të kapni nga filmi, ata që bëjnë sigur marrin vesh shumë, bëjni vetëm një pyetje. Cili është elementi më i rrallë në gjithë universin? Druri. Është druri. As hekuri, as bronzi, as floriri, as diamanti, është druri, sepse rritet vetëm në tokë. Kështu që deri diku rri kjo shpreha malit të nëm. Nuk e di. Kaq. Unë gjithmonë surprizohem nga ty. Luan Zeqira. Nga episod. Luan Zeqira thot, ne punojmë emigrant. Mos e ka grand. Grand. Po, jashtë shtetit e na japin lekët e djesës ton.
Turp i madh, bravo i qoftë gazetarëve, shumë turp për qeverinë, askush se nimon fukaran e hallexhin respekte. Bravo, bravo. Ka përshtypjen e shprekur, duke shkruajtur mesazhin nga fundi, ka filluar çaj. Po bravo që falenderon gazetarin, në rastin ton zotin Kuqi. Gjithsesi ne si popull kemi një pikë të dobët me në përgjithsisht. O e shtoj më shumë se ç'duhet, o e heqi më shumë se ç'duhet. Ose e heqi fare. Kemi mesazhe tjera? Jo, nuk kemi mesazhe tjera. Respekte. Faleminderit, ja, shqyrë thej një llaf tamam. Si po ta përshkruaj dhe mesazhet janë në përmirësim të vazhdueshëm. Po, janë duke përmirësuar sepse po vlerësohet dal nga dal puna jon dhe gjithë stafit piranjeve. Tani, duhet t'ju them të gjithë atyre që shprehen solidaritet me druvarët, që gjithë kjo histori pati një fund të mirë, sepse pronari filloi të jap pagesat dhe brenda disa muajsh do ta kryej të gjithë pagesën. Bravo. Ndërkohë për denoncimin e radhës do të shkojmë në fshat të Klosit. Tash më falja, se jo duhet bëjmë një emision vetëm për emrat e këtyre fshatrave që s'kan fantazi fare. Çfarë më ato emra? Ç'është më ky emër? Ashtu t'ia vësh emrin, si e vur emrin Qeni, po Macis. Nuk është ide e keqe, po Çuni. Po, Çuni. O Çuni, edhe kthejmë kokës dhe Çuna. Gjithsesi, përveç këtij kurioziteti toponimik, fshati ndodhet buzë një segmenti të rrugës së Arbrit, ku le të themi mungesa e standardeve e bën burim të vazhdueshëm aksidentesh. Imagjino pak që ti e duke lar dhëmbët ndarke, dhe qahet muri, bie makina ke baqa jote, thot ai, kur të marrosh dhomot, laj çik disjet nga mrena jashtë. Ndjekim denoncimin e një banori të fshatit që jeton prej kohësh me frikën se çdo sekond mund të jetë fatale për të dhe për familjen e tij. Në e ditë mund ndodhi në tragjedi, falë Zotit nuk ka pas mia ditë në borë kur ndodhi aksidenti. Jemi në fshat të Bashkisë Klos, me banorin Klodian Doka, të cilit pas ndërtimit të segmentit të rrugës së Arbrit në zonën e tij, po i cënohet siguria e familjes për shkak se shumë punimi janë bërë jashtë standardeve. Kjo është shtëpia ime. Tu ka qenë rrugë lise për fshatrat, mi fjalë. Rruga e vjetër që ka pas bërë italiani, s'ka pas shumë lëvizje. Ka qenë rrugë makinash? Rrugë makina, normal. Kanë qenë barrierat këto mbrojtëse? S'ka pas barriera, se s'ka pas lëvizje, aty kaloni vjet fugona gjithsej se ishin fshatrat. Nuk ka pasur mundësi aksidentish, ka qenë s'ka pasur se ekzistonin aksidente në atë kohë. Se ka qenë kaldrom rruga, nuk ka qenë asfalt. Sot e ke këtu sigurisht atje në rrugë kryesore, se është gjithë zona e Burrërit, Klosi, gjithë fshatrat tu lidhen. Një volum i madh trafiku, të cilën sipas Klodianit, ky segment nuk mund ta përballojë dhe si pasojë janë shfaqur një mori problemesh. Barriera sikur janë atje, kanë dalë jashtë funksionit nga aksidentet përditshme. Kush është firma që ka bërë punimet? Firma Gjoka. Makina e parë që u bë aksidenti, puti një kolonë atje. E fundit që ka ndodhur ja ku është tu, ja ku është vaja atje lart, ka pas dalë gjysma makinës lart. Zot mos, kishte qenë fëmijë se rri fëmijët e vllajt, gota ime që luajn aty, mos kishte qenë ky gur këtu. Sot mund të ishin përpara një tragjedie, sepse mjetet jo vetëm aksidentohen, por përfundojnë në oborrin e shtëpisë së Klodianit. Ndaj kjo familje detyrohet të ruajë të vizhlit si të ishin në një zonë lufte. Kur dalin fëmijët tu, ato lëvizin aty, luajn, pusin lule, diçka, fëmijë janë ato. Do të rrinë një i madh, nusja, se ka frikë. Sa shpejtësi e lejuar këtu? Fjala e kanë vu 30 po këtu vje kamioni krah kundër, kokër plumi, sidomos kur bjen shi, tu ta shikosh komplet vaj. Dhe tu asumajnë frena dhe vetëm përplasen, dytë natës, po dilën tualet, burri ujtu. Imagjinoni pak një situatë thuajse të përditshme me makina që të fluturojnë sipër kokës. Mori nusja në telefon se isha në punë, ishin një kamioncin që u përplas, thash e disha se sa të bin 2 pika shi, marrë. Kur unë erdha nga puna, ula 2 pika mrena shtëpi, veç kur gjoj zhurmë, ma dola aty, e thash pak të nga ke shpëtu. Po të them nuk ka ditë që nuk përplasit makinë, nuk ka ditë. Dhe ka foto tu, ka ardha tjetë, ku ka qenë pa bë muri. Thash, ka ndodhur aq shumë aksidente, falë Zotit madh, që nuk ka pas ndonjë vdekje deri tani. I gjendur në këto kushte, kur çdo sekond është rrezik për jetën e tij dhe të familjes, Klodiani është detyruar të gjejë një zgjidhje alternative. Për të siguruar jetën e fëmijëve të mi, mora masat dhe i vendosa këto gurët, murin këtu që tu kanë qenë barriera. Tu ka qenë pa mbushur fare, nuk e kanë mbush kush, vetëm i kanë ngul thjesht sa për fort. Ta ngulish një barrierë 30 cm dhe në tokë, kjo është katastrofë. Tu të paktën 1,5 metër, edhe ti sikur
kur janë ato dopi, që ta majnë makinën, paktën mos përfundojnë në borë. Kur i more këto gurët? Me çfarë i more? Atë ndihmoi bashkia ndonjë gjë? Asnjë tash çka kanë bërë këtu, i kanë bërë gjitha me forcat e mia. Sa të kushtuar të gjitha? Pak a shumë ke 5-6 milion lekë. Sa kohë ke që i ke vendosur? I kam vendosur pak nga pak, po thush brenda vitit i kam vendosur. Pra, një rrugë e ndërtuar nga shteti dhe një sistem sigurie i improvizuar nga një banor me shpenzime personale, por pa asnjë garanci që kjo zgjidhje do të përballojë aksidentin e radhës, pasi vetëm një javë më parë Klodiani u përball sërish me këtë situatë. Mjeti, ndoshta edhe për shkak të shpejtësisë, gati ka shkatruar pengesën e gurëve që ka bërë Klodiani dhe për pak ka përfunduar në oborrin e shtëpisë, pikërisht aty ku fëmijët e tij dhe të vëllait kalojnë një pjesë të ditës. Ajo që mund të ndodhë është fare e freskët dhe na është ngulitur prej disa ditësh në memorien tonë kolektive. Ndaj nevoja për ndërhyrje është më shumë se urgjente, pavarësisht se ky qytetar ka dyshimet e tij se situata mund të ndryshojë. Kam qenë ky kryetari, kam thënë thjesht me sill bazë materiale se ndërtoj vet. Asgjë më tjetër. Çfarë thot kryetari? Do fol me firmën. Një pa tan do t'i sill, pastaj do bëj gjë. Po firma çfarë ka bërë? S'ka sjep kush përgjigje. Kaq kemi pas ne. Me kë ke folur që ja thot këtë gjë? Ka një ditë një djalë i ri, një inxhinier, se fjala kishte fol kryetaria me shefin e madh firmës, e solli këtu, ngulën këto dy tabelat, veç për tabelat erdhi, s'erdhi për tjetër gjë. Kaq ka qenë puna jonë. Fjalë boshe. E ku do drejtohesh ti sipas tyre? Zoti. Por, përpara se të shkojmë te Zoti, le të flasim edhe një herë me të zotët e vendit. Ndoshta kësaj radhe arrim t'i bindim për rrezikun me të cilin përballet çdo ditë kjo familje. Unë jam banore vetë e zonës, e di shumë mirë që riskohet bashkë me fëmijët, mos vendosja e disa barierave që duhet realisht të vendosen. Në fakt ky para disa ditësh kishte publikuar një foto me një makinë mbi mur, ka investuar vetë për këtë mur, duke punuar në emigrim, duke lënë dhe fëmijët vetëm, dhe në fakt aty ishte një problem shumë i madh, sepse nëse ajo makinë do kishte kaluar në oborrin e familjarit, ku ishin dhe fëmijët aty, do i kishte rrezikuar jetën e fëmijës, dhe pastaj ç'a ngeli për ne. Kryetarja duket që i njeh mirë rastin dhe pranon rrezikun që paraqet ky segment. Por kjo rrugë është nga një kompani private, por nën përgjegjësinë e ARSH-s. A do të thonë ARSH-ja duke qenë se është rrugë nacionale, nuk është në inventaret e bashkisë. Që do të thotë se ndërhyrjen direkte duhet ta bëjnë autoritetet qendrore dhe kompania që ka kryer punimet, por nga ana tjetër disa përgjegjësi duhen pranuar. Kam një përgjegjësi morale, përgjegjësia është e madhe, duhet të jem ombrell për këtë banor, nuk duhet i rrezikohet jeta. Menjëherë kam kontaktuar me përfaqësues të kompanisë dhe më kanë thënë që kryetari ne do marrim masa dhe këtë hall të ta zgjidhim. Edhe në telefon me Klodin thash kanë thënë që do marrim masa menjëherë për barrierat mbrojtëse. Kontaktuat sot? Jo, ditën që ishte Klodi këtu. Okej, sa ka kjo që keni qenë për të fundit? Duke qenë se ka 2 muaj. Pengesat e kompania ku ka qenë? Jo, kompania më tha që duhen disa barriera të forta, sepse aty rrezikon shumë për shkak të terrenit të tillë. Megjithatë, përsëri, domethënë japi një fat ka 2 muaj, 3 muaj. Megjithatë, përsëri unë do ta kërkoj dhe me shkresë zyrtare ARSH-s dhe kompanisë që të marrin masa menjëherë. Dhe kjo duhet bërë urgjent. Unë duhet të jem ombrell për banorët e mi. Nuk ka moral, domethënë që të më rrezikojnë jetën dhe mos kem përgjegjësi fare. Jam unë ajo që dua që ky problem të marrë zgjidhje sa më parë. Të siguroj unë që ky problem do zgjidhet. Por pyetja është se kur do të zgjidhet? Brenda javës mendon që mund ta kemi një lajm të mirë? Unë nuk mund të them brenda javës, por shumë shpejt, sepse nuk është totalisht në dorën time, por që do kem gjithë vëmendjen për ta zgjidhur këtë problem. Kompetenca jonë është për t'ia gërvisur fytyrën shkëpuar për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Kjo është ajo që kemi kërkuar me kohë nga çdo zyrtar dhe institucion, por për fat të keq, në shumicën e rasteve gjejmë dyert të mbyllura dhe titullar që ose përgjigjen me arrogancën e pushtetit ose largohen pa na thënë asgjë. Sidoqoftë, ndërsa kryetarja, siç premtoi, do të bëjë punën e saj, edhe ne do të vazhdojmë punën tonë. Paktën 2 raste deri tani kemi ndruar barrierat, por i kanë deformuar, janë ndruar. Janë deformuar prapë, janë ndruar prapë. Herën e dytë, mbas herës së dytë, banori i ka heq barrierat, pa pyet, që s'është normale, është vepër ose kundravajtje. Vetëm zgjidhje ka ngelur tani që të jetë edhe ai në rregull. Atëherë që ti bëjmë një mur betoni aty. E mendojnë që mund të japi një zgjidhje? Po çfarë që po të makinat nuk do i bin aty zotërisë aty poshtë. Këtë murin e betonit, këtë zgjidhjen, kur mund të
japi. Betonit është po prap kohës e jona atje, por nga kjo aksidenti fundi që ndodhi para ca ditë, tani mendimi aktual është hajde të bëjmë mur betonin, se çfarë të bëjmë? Kur mund ta bësh, të lutem, kur mund ta bëni se ka 3 muaj ky problem. Kjo s'është puna ime, me të drejtën, puna ime është zëvendësoj barrierën, jo të bëjmë mur betonin, se është disa herë me shtet, por do ta bëj gjithsesi. Për transparencë, këtu duhet të sqarojmë diçka. Firma ka zbatuar një projekt i cili ka parashikuar barrierat normale, të cilat më pas Klodi është detyruar t'i heq pasi janë shkullur nga përplasjet e vazhdueshme. Po pak a shumë një afat se këtë duam të dimë. Pak a shumë me të drejtë nuk e di se duhet projektuar para, domethënë duhet që të bëhet tamam. Dhe muri duhet lejohet ti kush ta bëj, se nëse mund vinë thonë nuk është mbrojtja e duhur se vdiq personi që u përplas. Kush mund pengoj ARSH-ja? Aty ku shkon që apërlohet, që është klienti këtë rast që është ARSH-ja. Po nuk merrni kohë çfarë them unë, një muaj maksimumi, s'mund të marrim më shumë. Edhe përgjigjen e dytë pozitive e morëm. Tani na ka mbetur edhe hallka e tretë, ndaj për t'i paraprirë çdo problemi, së bashku me Klodianin, drejtohemi tek autoriteti rrugor shqiptar me një kërkesë zyrtare për ndërhyrje të menjëhershme për këtë segment rruge. Fundja, kur kemi vullnetin e plot të firmës zbatuese dhe Bashkisë Klos, besojmë që nuk do të ketë më asnjë pengesë. Aq më tepër kur çdo sekond vonesë për familjen e Klodianit është një sekond rreziku real. Përshëndetje Matiba. Sot erdhën nga ARSH-ja, verifikuan vendin, bën foto dhe me shpresë më thanë do të ketë një zgjidhje shumë shpejt. Bërim tani në hapësirën e eksperimentit social ku piranja jon Visuari. Visuari, me ma shtype, Jo, se këtë radhë vjen si italian. Jo. Po. Il visuare. La visualizzazione. Visualizzare. Po, ai është në kërkim të Alidemit. Një turist italian që po kërkon Alidemin. L'Alidemio, una delle zone di Tirana che nel 1990 ha portato ragazzi e ragazze in Italia, sì. Una strada, una garanzia. La stessa razza, stessa faccia. Tani deri këtu është çdo gjë normale. Por nuk është as pak normal reagimi që bën Visuari ndaj këtyre njerëzve që i shpjegojnë se ku ndodhet Alidemi. Po që pati si Nuk e di se ç'kishte. Duhet kur erdhi, mbaj mend si erdhi si pëllumb. Sa mori pasaportën italiane shi. Italian dali prish. Nga vjen këmë? Nga çpyllë e keni sjell këmë? Fiumicino. Del Cino del Fiume. Në Belç të Fiumicino. Ciao, posso aiutarmi rruga Alidemi? Folë ke Shqipën si greke. Italian. Grekët flasin ndryshe, thonë mia ta lefta, ta ka një sola. Italiano? Un italiano vero. Si, unë dua flas shqip. Mirë. Mësoj shqip, ma tregon dot këtu? Alidemi. A kuike nuk... Che altro tipo, jam nga Vlora, unë nga Tirana. Jam nga Vlora. Problema è che non conosco le strade. Fare, niente. Mi dai një kështu. Grazie. No. Unë sono qui. Sono qui. Ja. Tu. Questa parte? Eder po, hajde me mua. Unë i shkoj pak më vonë. Më vonë. Ma rruga Kavajës e kthej. Po, rruga Kavajës në këne. Kurse Alidemi e kje atje? Përdet, rëmë. Grazie mille. Është tesh një kamera fshet nga Piranja. Nga ka i kur vendja, me një tukë. Po qef, nuk... Ma nuk kam internet. S'ke, në të t'ja po internet. Ja, Alidemi. Grazie, grazie mille, e për te. Grazie mille. E ke këtej, dasës edhe vajtë drito, jo kësu. Je shumë i mirë, ishte thjesht një kamera fshet nga Piranja. Brava. Dhe që shkemi, më ndimon do të rruga Alidemi? Ka s'po kuptoj kam një orë, nga mire një kështu. Ja, nuk e Mua më kanë thënë që këtej djathtas është... Më kanë thënë që këtej djathtas është Alidemi. Po, ja. Këtej djathtas është? Po, ja dhe gusën të që, është dire. Ja, bas. Autobusi. Ma ku është, ne? Po nuk e dim. Io sono qui. Gjendra. Ma autobusi ku është, ne? Po na, ku ke Albani? Questo blu.
A fyt? Tu. Dit. Grazie. Ti jesh me shpjegon. No, jere. A, ishte mirë. Po për mle. Nuk mundëm me ta përta këto. Na për ke? Ja. Ka në autobus, po nuk e di ku niset autobus. Shkoj në këmbë. E mirë, këmbë. Ma e një kështu për... Ja, ishte mirë për me. Rruga Luigi Kugji, ja nuk do më. Piramida, ja nuk do, nuk foda. Basta u lodhe. Questo? E questo. E drejtë e djathtas. E kam një orë ke po e kërkoj. Je valla. Po, s'ka gjë. Nuk ka gjë një tjetër. Lagja nga i gjë, është ma tanë, lane. Rrugës Elbasanit, pa rrugës Elbasanit. Dhe këtu është. Arinë. Lagja Lidej. Një shumë. Shumë faleminderit. Grazie. Ato Grazie mille. Prego. Po nuk e kupton, nuk ka gjë, Do marrë shukën? Shkolla e baletit, këto. Ja. E gjatë? Bravo. Prit, po. Pse nuk hapet këto? Në interneti. Ka rruga Lidemi. Grazie mille. Orientosh do tani? No. Nuk punon sistemi. Okej. Po fik sateliti. E prandaj pyes. No, thank you. No, thank you. Të kaloj xhamine të marris kanalin e lanës. Rruga Lideme. Dhe kaloj shurën. Dhe ikish majtas, lartë. Okej. Shqiptari? Italiano, ma... italiano. Thank you. Molto buono questo, eh? No italiano. Grazie. Hotspot? Ja. Grazie. Prego. Exact location? Like... Okay. Good. Trovato. Thjesht një kamera fshet nga Tirana. E dua të shkoj ka Lidemi, po dua të shkoj ka Lidemi, po me thanë ke është djathtas, pa nuk e di, mos më kanë gënyer. Edhe unë po jap halli. Am kupton? Rruga Lidemi ku? Tiki. Ai pare, të ka kuptuar ja. Apo bëm si italian. A dëmë. Gjeje ku do shkojmë tani, gjeje ku do shkojmë tani, gjeje ku do shkojmë tani, gjeje ku do shkojmë. Ne do ikim në shtëpi, Ne për dy piraja, do futemi në akvariumet ta. Ata rrinë zgjuar natë, ditë natë. Ne të dy flem për gjithë. Dashur miq, kjo ishte për sot. Ju urojmë një fundjavë të paqët, paksese. Me suksese, deri atëherë kujdes, piranjat kafshoj! Që nga jugu në veri, me të rënjë e rësirë, në përfusha, në përkotra, ku shëllenjë e kërësirë. Pra burra, I fini, orë qast, për që kalli në të herët, a të se e i rast.